Para se të fillojmë këtë histori të jashtëzakonshme, dua të dini diçka. Kjo nuk është thjesht një histori dashurie, është historia e një njeriu që zgjodhi zemrën mbi pasurinë, të vërtetën mbi tradhtinë dhe njerëzimin mbi krenarinë. Nëse edhe ju besoni se dashuria e vërtet nuk njeh kufi, shkruani në komente, dashuria nuk njeh kufin, dhe ndajeni këtë video me dikë që ja vlen ta shoh. Tani, uluni rehat, sepse historia që po ju tregoj sot do t'ju mbaj me frymën pezull deri në fund. Qyteti zgjohej çdo mëngjes me zhurmën e makinave të shtrenjta dhe me heshtjen e atyre që nuk diheshin nga askush. Ishte një nga ato qytete që dukej se kishte dy fytyra, njëra e ndriçuar, e xhamt, e mbushur me ndërtesa të larta dhe restorante ekskluzive ku muzika luante deri vonë në natë dhe njerëzit qeshnin me zë të lartë, duke mbajtur gota të mbushura me verë të shtrenjtë, dhe tjetra, e fshehur pas kthesave të ngushta, e mbuluar me lagështi dhe errësirë, ku familje të tëra jetonin me pak dhe punonin shumë, ku gratë ngrihen para agimit dhe burrat ktheheshin në shtëpi pas darke me duar të lodhura dhe sytë të rënduar nga puna e vështirë. Mes këtyre dy botëve, fati kishte zgjedhur të thurë një histori që askush nuk e priste, që askush nuk e planifikoi, por që kur u shpalos, la gjurmë të pashlyeshme në zemrat e të gjithëve që e njohën. Familja Dervishi ishte një nga ato familje që emri i tyre dëgjohej para se të shiheshin. Artan Dervishi, babai, kishte ndërtuar një perandori biznesi me duart e tij, jo me trashëgimi, jo me fat të verbër, por me punë, me mendje dhe me një lloj vullneti të hekurt që shumë pak njerëz e zotrojnë. Ai kishte filluar nga asgjëja, dhe kjo ishte e vërteta, jo modestia e rreme e milionerëve që pretendojnë se kanë vuajtur. Artan Dervishi kishte vuajtur me të vërtetë, kishte fjetur në përdhomat e ndara me 5 vet, kishte punuar në kantiere ndërtimi, kishte ngrënë bukë të thatë dhe kishte pirë ujë çezme kur muaji i mbaronte para kesh. Por kishte diçka te ky njeri, një lloj zjarri i brendshëm që nuk shuhej nga vështirësia, por flakërohej edhe më fort. Pas dekadash pune dhe sakrifice, Artan Dervishi kishte arritur atje ku shumë e ndrojnë dhe pak e arrin. Kishte kompani ndërtimi që shtrihen në disa qytete, kishte hotele, kishte investime, kishte emër. Emrin e kishte ndërtuar si muret e ndërtesave të tij, me themel të fortë dhe me kujdes të madh. Njerëzit e respektonin, disa e kishin zili, pak guxonin ta kundërshtonin. Bashkëshortja e tij, Elira, ishte gruaja e bukur dhe e heshtur që prapa suksesit të Artanit kujdesej për shtëpinë, për birin e tyre dhe për reputacionin e familjes. Elira ishte nga ato gra që bukuria e tyre nuk ishte e zhurmshme, nuk binte në sy menjëherë si flamuri, por sa e shikoje mirë, nuk mund t'i hiqësh syt. Kishte diçka aristokratike në mënyrën si mbante veten, si fliste, si lëviste. Ajo ishte partnerja Artanit jo vetëm në jetë, por edhe në vizion. Ajo i kishte dhënë familjes ngrohtësinë që punët dhe parat nuk mund ta blinin. Dhe pastaj ishte Endri. Endri Dervishi, biri i vetëm, trashëguesi i gjithçkaje, ishte 26 vjeç dhe kishte jetën organizuar sipas planeve të dikujt tjetër. Kishte studiuar jashtë shtetit, kishte marrë diplomën me rezultate të shkëlqyera, kishte punuar disa kohë në kompaninë e babait si drejtues i departamentit të projekteve, dhe sipas çdo standardi të jashtëm, ishte suksesi i mishëruar i prindërve të tij. I gjatë, me fytyrë të rregullt, me sytë e nënës dhe nofullën e babait, Endri Dervishi ishte tipi i gjarit që motrat e shoqeve e tregojnë me gisht kur kalon në rrugë. Por Endri kishte brenda vetes diçka që nuk dukej nga jashtë. Kishte një boshllëk, jo varfëri emocionale, jo mungesë afeksioni, por një lloj urie shpirtërore që luksi nuk e ngopte. Ai kishte gjithçka dhe megjithatë ndjente se i mungonte diçka thelbësore. Kishte miqtë e tij, djemtë e familjeve të tjera të pasura, shoqëri me gara makinash dhe nat klube, por miqësia e tyre ishte sipërfaqësore si xhami, i kthjellët, por i ftohtë. Kishte marrë marrëdhënie me vajza, bukuroshe, edukuara, nga familje të duhura sipas standardeve të prindërve të tij, por asnjëherë nuk kishte ndjera të tronditje që njerëzit e quajnë dashuri. Kishte filluar të mendonte se ndoshta ai nuk ishte i aftë për të ndjera të tilla të thella. Ndërtesa ku punonte Endri çdo ditë ishte një nga ndërtesat më moderne të qytetit, 10 kate xhami dhe çeliku, me korridor të mrekullueshëm, me ashensor panoramik, me salla konferencash që shikonin qytetin nga lart.
Departamenti i projekteve ndodhej në katin e 8 dhe Endri kishte zyrën e tij, të madhe, me ndritare nga qyteti, me tavolinë prej lisku të errët dhe fotografi të projekteve të realizuara varur në përmure. Ishte zyra e një njeriu serioz, të suksesshëm, me drejtim të qartë. Zyra ishte lart, por historia e Endrit nuk filloi lart, filloi poshtë, në korridor, herët në mëngjes, kur ndërtesa ishte pothuese e bosh dhe vetëm zëri i fsesës elektrike dëgjohej nga largësia. Besa Krasnici ishte 22 vjeç dhe punonte si pastruese në ndërtesën e kompanisë Dervishi prej 6 muajsh. Ishte punësuar nëpërmjet një agjencie shërbimesh dhe çdo ditë mbërrinte orën e 5:30 para se të vinte shumica e punonjësve dhe largohej rreth orës 2 të pasdarkës. Uniforma e saj ishte gri e hapur me logon e kompanisë së pastrimit, e thjeshtë, funksionale, e largët nga çdo gjë dekorative. Besa nuk ishte nga qyteti. Kishte ardhur nga një fshat i vogël në veri, nga ato fshatra ku rrugët janë ende të pasgjatura, ku furnizimi me ujë bëhet me mundim, ku njerëzit i njohin njëri tjetrin jo me emër, por me historinë e familjes. Kishte ardhur vetëm. Ky ishte fakti më i rëndësishëm rreth saj dhe fakti që pak njerëz e çmonin siç duhej. Kishte ardhur vetëm, pa njeri pas, me pak para në çantë dhe me shumë vendosmëri në zemër. Familja e Krasnicëve ishte e varfër me çdo matje materiale. Baba i saj, Kasem Krasnici, kishte punuar tërë jetën si bujk dhe si punëtor ndërtimi, por trupi i saj kishte filluar të tradhtonte para kohe. Sëmundja e shpinës e kishte bërë të paaft për punë të rënda, dhe paga e vogël e invaliditetit nuk mjaftonte as për ilaçe, lëre më për jetesë dinjitoze. Nëna e saj, Nazmia, punonte si pastruese në shkollën e fshatit dhe bënte çdo gjë tjetër që mund të bëhej: kositja o borresh, gatim për dasma, qepje rrobash. Kishin 3 fëmijë të tjerë, 2 djemtë akoma mëzënës, vajza e vogël sapo kishte filluar shkollën fillore. Besa ishte e para dhe e vetmja që guxoi të lëvizte nga fshati drejt qytetit. Kishte marrë vendimin pas shumë mendimesh, shumë netësh pa gjom, shumë bisedash të zgjatura. Fshehta me veten. Familja kishte pasur rezerva, nëna e kishte kundërshtuar. Kishte thonë se vajzat e vetme nuk shkonin të jetonin larg pa kujdestar, se do të fliste ligësi. Por Besa kishte ditur diçka me siguri absolute. Nëse ajo nuk shkon, nëse ajo nuk punon dhe nuk dërgon para, familja e saj do të kishte probleme serioze. Babai kishte nevojë për operacion, vllai i mesëm kishte nevojë për libra shkollë, shtëpia kishte çati që pikonte kur binte shi. Kështu Besa kishte ardhur. Kishte gjetur një dhomë me qira në lagjen e punëtorëve, dhomë të vogël me banjë të përbashkët, me dritare që shikonte mur tjetër e jo qiell. Por dhoma ishte e pastër dhe prirja e shtëpisë ishte grua me moshë që nuk bënte pyetje të tepërta. Kishte gjetur punën nëpërmjet një agjencie dhe pagën dërgonte çdo muaj, shumicën për familjen, pak mbanin vetë për qira dhe ushqim. Jeta e Besës në qytet ishte e thjeshtë deri në monotoni nga jashtë. Punë, shtëpi, punë. Por brenda kësaj rutine kishte gjallëri. Besa lexonte, jo nga detyrimi, por nga etja. Kishte me vete libra gjithmonë, i blinte nga tregu i librave të vjetër dhe lexonte gjatë pushimit të drekës ose mbrëmjeve kur nuk kishte punë tjetër. Kishte një kuriozitet natyral për gotën, për njerëzit, për ide. Kishte filluar të ndjek kurse online, gjuhë angleze, bazë kontabiliteti, me shpresën se një ditë do të ndërtonte diçka më të madhe për veten e saj. Ajo kishte edhe diçka tjetër, diçka që nuk mësohet dhe nuk blihet, kishte dinjitet. Jo arrogancën e atyre që ndihen superiore, por dinjitetin e qetë të dikujt që di kush është dhe nuk ka nevojë ta vërtetojë. Kur njerëzit e kaluanin pa e parë, si ta kenë të padukshme, siç ndodh shpesh me punëtorët e pastrimit, me ata që mbajnë uniform gri dhe mbledhin mbeturinat tona, Besa nuk ngrihej në mbrojtje dhe nuk ulej në ankesë. Ecte drejt, bënte punën e saj dhe mbante diçka të paprekur brenda. Kjo ishte Besa Krasniqi dhe ky ishte qyteti. Dhe kjo ishte ndërtesa ku 2 botë, të ndara nga gjithçka, do të takonin njëra tjetrën në korridorin e ngushtë të historisë. Ishte mëngjesi hershëm kur Endri Dervishi hyri në ndërtesë para kohe, dukej se kishte harruar diçka, ose ndoshta nuk kishte fjetur mirë dhe kishte ardhur herët thjesht për të ikur nga mendimet e vet. Ndërtesa ishte bosh në atë orë, rojet kishin ndruar turnin sapo, kafeteria nuk kishte hapur ende, ashensori bënte zhurmë pak më të madhe se sa zakonisht në heshtje.
Endri mori ashensorin drejt katit të 8. Kur dolën dyert, dëgjoi zhurmën e fshesës elektrike nga korridori ansor. Nuk i kushtoi vëmendje fillimisht, shkoi drejt zyrës së tij, nxori Chelsin, por pastaj nuk e dinte pse. Ndoshta ishte kurioziteti, ndoshta ishte diçka tjetër që nuk kishte emër, ktheu kokën dhe e pa. Besa punonte me kurriz nga ai, shtyhte fshesën elektrike nëpër korridorin e gjatë me lëvizje ritmike dhe qeta, me koncentrimin e dikujt që punën e bën me vëmendje, jo nga frika e kontrollit, por nga zakoni brendshëm. Flokët i kishte të mbledhura prapa, uniforma gri e mbulonte figurën, por diçka, ndoshta mënyra si lëvizte, ndoshta drejtoria e shpinës, ndoshta ritmi i qetë i punës, e kishte ndalur Endrin. Endri qëndroi një sekond. Pastaj 2, pastaj ndërhyri zëri arsyes. Çfarë po bën, zëri i thoshte. Shko në zyrë, ke punë, dhe ai shtyu derën e zyrës dhe hyri. Por kur ul në karrigen e tij dhe hapi kompjuterin, mendja nuk ju drejtua punës, i u drejtua korridorit. Kishte diçka te ajo grua, jo gjëra që mund t'i rrathisje lehtë, por gjëja ishte aty, e gjallë dhe e patreguar. Endri u shkëndu, hapi dosjen e parë të projektit dhe filloi të lexonte. Ditën e kaloi duke punuar, duke marrë takime, duke dëgjuar raporte. Kur doli nga zyra, korridori ishte i pastër dhe i shkëlqyer, dhe nuk kishte asnjë shenjë të asaj gruaje. Ishte sikur të mos kishte ekzistuar. Por Endri e kishte parë, dhe ajo imazh, kurrizi i drejtë, lëvizjet ritmike, uniforma gri në korridorin e bosh, i qëndroi në buzë të mendjes gjatë gjithë ditës si muzika e një kënge që nuk e din titullin, por nuk mund ta ndalësh ta këndosh. Ditët e ardhshme u zhvilluan si zakonisht, takime, raporte, telefonata, projekte, por Endri kishte filluar të vinte herët në mëngjes me qëllim. Nuk ja pranoi vetes menjëherë, pretendonte se kishte punë urgjente, se donte heshtjen e mëngjesit për të menduar qartë, por e dinte veten dhe dinte se arsyeja e vërtetë ishte tjetër. E pa përsëri të tretën ditë. Ishte në korridorin e katit të 5 kësaj radhe, pastronte dhoma konferencash. Endri kishte zbritur me shkallë për të marrë disa dokumenta nga arkivi dhe e kishte parë nëpërmjet xhamit të derës. Kishte ndalur dhe kësaj radhe e kishte parë fytyrën. Besa kishte fytyrë të pastër dhe të fortë, jo bukurinë e vrarë dhe e rafinuar të revistave, por bukurinë natyrale të dikujt të shëndetshëm dhe të gjallë. Kishte sytë e errët, me qepalla pak të rënda dhe kishte diçka rreth buzëve të saj, një lloj mbylljeje qetë, si dikush që ka shumë për të thënë, por e zgjedh heshtjen shumicën e kohës. Dhe pastaj Besa kishte ngritur syt, ndoshta kishte ndier diçka, ndoshta kishte parë hijen nëpërmjet xhamit, dhe për një sekond sytë e tyre u takuan nëpërmjet derës së xhamit. Endri u largua shpejt, zemra i rrahte pak më shese sa zakonisht, vajti te arkivi, mori dokumentat dhe kur u kthye korridori ishte bosh. Por ai ndjente, dhe kjo ishte e reja, e çuditshme, pak friksuese, se diçka kishte lëvizur brenda tij, si tërmeti që fillon me dridhje shumë të vogla, pothuajse të paprekshme, por tregon se nën sipërfaqe forcat janë të mëdha. Java e parë pas takimit të parë kaloi pa asnjë ndërveprim të drejtë për drejtë. Endri e shikonte nga distanca, jo me qëllim stalkerizmi, por me atë lloj vëmendjeje të pavullnetshme që zemra i jep gjërave që i interesojnë, para se mendja të ketë rast të filozofojë. E shikonte si lëvizte nëpër ndërtesë, si organizonte pajisjet e pastrimit, si fliste me koleget e saj, shumë rrallë, gjithmonë me shkurt, gjithmonë me atë qetësi karakteristike. Vuri re se Besa punonte shumë, jo vetëm shumor, por me një lloj dedikimi që dallohet nga thjesht kryerja e detyrave. Vuri re se kur përfundonte një korridor, kthehe dhe e shikonte edhe një herë para se të kalonte, si artisti që kontrollon punën e vet. Vuri re se nuk fliste në telefon gjatë punës, siç bënin disa të tjerë. Vuri re se mbante gjithmonë me vete një çantë të vogël, dhe gjatë pushimit të drekës dilte te banku i vogël në oborrin e ndërtesës dhe lexonte. Ky detaj, libri, ishte ai që ndryshoi diçka. Endri kishte shkuar poshtë të hante drek në kafeterinë e ndërtesës, zakonisht hante në zyrë ose shkonte jashtë me kolegët, por atë ditë kishte dashur të ishte vetëm. Kur kishte parë Besën jashtë, në bankun e vogël nën pemën e vetme të oborit, me librin e hapur mbi gjunjë dhe gotën e ujit krahas, kishte qëndruar pas xhamit të kafeterisë dhe kishte parë duke lexuar, me koncentrimin e plot të dikujt që ka hyrë krejt brenda faqeve. Kishe kuriozitet se çfarë lexonte. Ditën tjetër,
Duke marrë arsyetim se donte ajër të freskët, Hendri doli jashtë gjatë pushimit dhe u ul në bankun tjetër, pak larg. Besa ishte atje, kësaj here me librin mbyllur dhe syt ngritur drejt qiellit, si dikush që mendonte thellë mbi diçka që kishte lexuar. E ndjeu prezencën e Endrit dhe ul syt, duke i hedhur një vështrim të shpejt e të diskret, pastaj të kthehej te libri. Endri nuk foli, as Besa, por ishin atje të dy, të ndarë nga pak metër dhe shumë botë. Ishte Endri ai që foli i pari, 3 ditë më vonë, kur e takoi rastësisht, apo jo aq rastësisht, pranë makinës së kafes në korridor. Besa kishte ndalur të pinte kafe, nuk ishte zakoni i saj, por atë ditë kishte qenë ftohtë papritur dhe kafja e makinës, edhe pse e dobët, jepte ngrohtësi. Endri kishte ardhur dhe kishte shtypur butonin pranë saj. Mirëmëngjes, kishte thënë. Fjalë banale, fjalia që thuhet me qindra njerëz çdo ditë, por tonin e Endrit kishte diçka, jo përpjekje, jo formalitet, që e bënte të veçantë. Besa e kishte parë shkurt, me atë vështrim direkt të qartë që Endri e kishte vënë re gjatë javëve. Mirëmëngjes, kishte thënë edhe ajo, me zë të qetë dhe neutral. Heshtja kishte zgjatur disa sekonda, ndërkohë që makinat u lan kafet. Çfarë lexon zakonisht? Kishte pyetur Endri. Pyetja kishte dalë para se ta mendonte. Kishte dilte natyrshëm, me sinqeritetin e dikujt që thjesht dëshironte të dinte. Besa e kishte parë me vëmendje për herën e parë, jo me kontrollin e sipërfaqes me sy, por me atë lloj vëmendjeje që kërkon të kuptojë qëllimin. Libra, kishte thënë thjesht. Pastaj, pas një pauze, romane kryesisht, historik. Historia apo fiksion historike. Besa kishte bërë një pauzë të vogël, të çuditur pak një pyetja. Të dyja, por dua të lexoj historinë e vërtet, jo të ndrequn. Endri kishte buzëqeshur, jo me buzëqeshjen e detyrit, por me atë shprehje që fytyrës i shfaqet kur diçka e pret mirë të befason. Edhe unë, kishte thënë. Pastaj kafet ishin gati. Besa kishte marrë kupën e saj dhe kishte ecur. Endri kishte qëndruar me kupën në dorë dhe e kishte ndjekur me sy, me ndjenjen e çuditshme që ajo dialog kishte qenë, me gjithë shkurtësinë, biseda më reale dhe pa kompromisuar që kishte bërë me dikë prej kohësh. Ato takime të shkurtra u bën zakon, jo të planifikuare, apo të paktën kështu dukeshin gazasht. Makina e kafes në mëngjes, obori gjatë pushimit, rastësia e shkallëve ose korridorit, dhe çdo herë, fjalët e pakta ishin të sinqerta, rreth librave, rreth ideve, rreth gjërave që i kishin habitur. Besa fliste pak, por thoshte shumë, çdo fjalë e saj kishte peshë, kishte mendim prapa, kishte diçka autentike. Endri, mësuar me biseda ku njerëzit flisnin shumë dhe thoshin pak, e gjente këtë gjë trondituse. Por kishte gjithmonë distancë. Besa mbante distancën, jo me ftohtësi, por me ndjenjen e dikujt që njeh kufijt dhe i respekton. Ishte e vetëdijshme, ajo ishte pastruese, ai ishte djali i pronarit. Kjo nuk ishte thjesht ndryshim klase sociale, ishte realitet praktik, hierarki pune, diçka me pasoja. Besa nuk ishte naive, kishte vënë re botën, kishte kuptuar se si funksionon, dhe dinte se kujdesi ishte nevojshme jo nga kokfortësia, por nga arsyeja. Por fjalët e tij ishin të sinqerta. Kjo ishte ajo gjë që nuk mund ta injoro. Nuk e trajtonte si të padukshme, siç bënin shumë punonjës të kompanisë tjetër, që kalonin buzësaj me pa e vënë, pa e shënuar si njëri që ekziston. Endri Dervishi e shikonte kur fliste, e dëgjonte me vëmendje, dhe kur pyete diçka, pyetja kishte interes real pas, jo politikën shoqërore të fjalëve boshe. Kaluan javë, temperaturat e jashtme filluan të ulen, drurit ndryshuan ngjyrë, dita shkurtua, dhe çdo mëngjes, korridori i katit të 8 ishte zëri i qetë të pastrimit, dhe Endri gjente arsye gjithnjë e më natyrshme të vinte herët. Një ditë, Besa kishte lënë një libër në bankun e oborrit kur kishte shkuar brenda për diçka. Endri e kishte parë, kishte qëndruar, kishte shikuar titullin, kishte kuptuar se ishte roman historik i njohur. Pa menduar shumë, kishte marrë librin e vet nga çanta, kishte gjithmonë ndonjë libër me vete, zakoni vjetër, dhe e kishte vendosur aty pranë librit të Besës. Kur Besa kishte dalë dhe e kishte parë librin e ri pranë të vetit, kishte ngritur syt dhe e kishte parë Endrin që po lexonte pak larg, pa e vëzhguar me sy.
Besa kishte marrë librin, kishte lexuar titullin dhe kishte buzëqeshur. Buzëqeshja e vogël, të diskrete, por Endri e kishte kapur me cep të syit, dhe kjo buzëqeshje e vogël i kishte ngrohur diçka brenda. Pastaj ajo kishte thënë, pa e ngritur zërin shumë: "Mos humb librat e tu duke i lënë kudo. Nuk jam duke e humbur, jam duke e dhëruar." Besa e kishte shikuar librin, pastaj atë. Pse? Sepse mendova të intereson. Nëse gabohem, ma kthe. Nuk e kishte kthyer. Ditët u ngjasuan ujë të lumit që fillojnë si pikë bore lart në mal dhe grumbullohen pa ndalur drejt poshtë. Takimet e tyre, fillimisht rastësish, u bën pak e nga pak momentin e pritur të ditës, jo të shpallosura, jo të pranuara me zë, por të ndjera si të tilla. Endri kishte filluar të mbërrinte herët me paramendim. Kjo ishte diçka e re. Ai gjithmonë kishte qenë njëri i mëngjesit, por tani mëngjesin e priste me një lloj gjallërie të ndryshme, sikur orët para takimit ishin thjesht ndërhyrje para momentit të vërtet. Kishte filluar të njohë orarin e Besës pa dashur ta mësonte. Dinte se cilën kat pastronte cilën ditë, dinte pushimin e drekës, dinte se ditët e mërkur Besa mbaronte pak më herët sepse kishte kurs online. E kishte mësuar jo nga pyetje, nuk kishte pyetur asnjëherë drejt për drejt rreth orareve të saj, sepse Besa do ta kishte kuptuar menjëherë dhe distanca do të ishte rritur. E kishte mësuar nga vëzhgimi, nga ato minutat e shkurtra bisede kur Besa bënte shënime shkurt rreth ditës, si njerëzit që gjatë bisedës të tregojnë jetën e tyre pa e kuptuar se po tregojnë diçka. Një mëngjes, Besa kishte gjetur një çantë të vogël libra mbi bankun e oborrit. Nuk kishte emër, nuk kishte mesazh, por kishte 5 libra, të përzgjedhur me kujdes, jo rastësisht. Njëri rreth historisë së Ballkanit, 2 romane historik, një biografi dhe një libër filozofie të thjeshtë. Besa kishte qëndruar mbi bankun me çantën në gjuhë dhe kishte kuptuar menjëherë nga kush ishte. Nuk kishte pasur si mos ta kuptonte. Kishte ndjer shumë gjëra njëkohësisht. Ngrohje, sepse gjesti ishte i vërtet dhe i menduar, jo loj mendjeje, por kujdesi sinqert. Por edhe alarm, jo nga frika, por nga jo ndjenja e dytë e dikujt me mend, ajo zëri që kujton se bota funksionon sipas rregullave dhe rregullat rrallë të favorizojnë ty. Megjithatë, kishte marrë librat. Ditën tjetër, Endri e kishte gjetur në korridor një copë letër të palosur mbi tavolinën jashtë zyrës së tij. Letra kishte 5 fjalë dhe 2 me drejt shkrim. Faleminderit, jam duke lexuar. 5 fjalë. Endri i kishte lexuar 3 herë, pastaj i kishte palosur dhe i kishte vënë në xhep. Kishte qenë e çuditshme, kishte marrë maile me fjalë të shumta nga njerëz të rëndësishëm, kishte marrë komplimente nga njerëz inteligjent, kishte marrë lëvdata që i kishin lënë plotësisht të ftohtë. Ato 5 fjalë të thjesht e kishin bërë të ndjej diçka autentike dhe të gjallë. Javën tjetër, rastësisht ose jo, Endri kishte kaluar pranë bankut e oborrit dhe kishte parë Besën duke lexuar. Kësaj here nuk kishte ecur, kishte pyetur: "A mund të ulem?" Besa kishte ngritur syrt dhe kishte parë atë. Kishte qëndruar, pastaj kishte lëvizur pak anash dhe kishte thënë thjesht: "Nuk është banka ime." Kishte diçka në atë mënyrë të thoshte: "Nuk është banka ime." Ironi e lehtë, e qetë, pa agresivitet. Që Endrin e kishte gjetur befas dhe qejfmirëse. U ishte ulur dhe ishin ulur krah për njëri tjetrit për 20 minuta dhe kishin lexuar secili librin e vet, pa folur shumë. Për ato 20 minuta kishin peshën e orëve. U bë zakon edhe ky, të uleshim krah njëri tjetrit dhe të lexonin. Dhe zakonisht pas pak, njëri thoshte diçka rreth asaj që kishte lexuar dhe biseda fillonte. Biseda të vërteta, të thella, pa zhurmë dhe pa performancë. Besa fliste rreth historisë si dikush që e ndjen, e jo vetëm e di, dhe Endri dëgjonte me vëmendjen e dikujt për të cilin ajo gjë ka vlerë. Gradualisht, bisedat u zgjeruan nga librat tek bota, nga bota tek jeta. Besa i tregoi, pak e nga pak, me kujdesin natyral të dikujt që nuk i jep besimin me një herë dhe pa provë, rreth familjes, rreth shfatit, rreth arsyes pse kishte ardhur. Endri dëgjoi, jo me keqardhim. Besa do ta kishte ndjer me një herë dhe do të kishte ndalur, por me respekt dhe me atë lloj interesi të vërtet që tregon se e merr seriozisht të gjithë historinë e njeriut, jo vetëm pjesën dramatike. Dhe Endri i tregoi po ashtu, jo jetën e bukur sipërfaqësore,
por ndjesinë e brendshme të boshllëkut, të mungesës së diçkaje thelbësore, pavarësisht gjithçkaje që kishte. Besa e dëgjoi pa e minimizuar, duke thënë, po sikur të kesh problemet e vërteta, e pa e egzageruar, sa tragjike. E dëgjoi thjesht. Ky ishte momenti i parë kur Endri kishte kuptuar çfarë i mungonte. Dikush që të dëgjonte të vërtetën, jo suksesin. Bukura, të edukuara, nga familje të mira, dhe asnjëra prej tyre nuk e kishte bërë të ndjej këtë gjë. Kjo gjë e re, e papërshkrueshme, e pakontrollueshme. Por dinte edhe ai diçka tjetër me saktësi të plot. Babai i tij nuk do ta pranonte kurrë. Ky mendim vinte si mur betoni çdo herë që gëzimi i brendshëm mundohej të ngrihej shumë lart. Artan Dervishi kishte plane për birin e tij, planet e qarta, të artikuluara, të përsëritura gjatë viteve me ton që nuk la vend për interpretim tjetër. Endri do të martohej me dikë të duhur, dikë nga familja e mirë, e njohur, me emër dhe me pozitë. Kjo nuk ishte diskutim, ishte supozim bazë i gjithë familjes, i ndërtuar mbi vite bisedash dhe pritjesh të heshtura. Endri e dinte këtë. Dhe megjithatë, çdo mëngjes vinte herët, çdo drek gjente bankun e oborrit, çdo bisedë me Besën e linte me ndjenjen se kjo gjë e thjesht, kjo prani e dikujt të vërtet, ishte ajo që kishte munguar tëra kohës. Nuk ishte moment të vetëm ku gjithçka ndryshoi, ishte graduale, si drita që rritet në mëngjes. Nuk e sheh momentin e sakt kur bëhet ditë, por një çast kujton se mbrëmje ishte errësirë dhe tani sheh çdo gjë. Ishte mbrëmje vonë. Endri kishte qëndruar gjatë në zyrë për të mbaruar një projekt me afat të ngushtë. Ndërtesa ishte thuajse bosh, dhe kur kishte dal nga zyra me çantën në krah dhe mendjen e lodhur, e kishte parë Besën në korridor, jo duke pastruar, por ulur në dysheme pranë dollap të pastrimit me telefon në dorë, me fytyrë të shqetësuar. Endri kishte ndalur. Çfarë ka ndodhur? Besa kishte ngritur syt. Shikimi i saj kësaj here nuk kishte qetësinë e zakonshme. Kishte diçka të tronditur. Asgjë, kishte thënë, por zëri e kishte tradhtuar. Besa. Endri kishte thënë emrin e saj për herë të parë me atë ton, jo formal, jo sipërfaqësor, por me peshën e dikujt që e thot me kuptim. Dhe diçka te ajo kishte lëkundum. Babai im, kishte thënë ajo pas pak. Ka pasur problem me shëndetin. Duhet operacioni shpejt. Spitali ka thënë javën tjetër, por kemi nevojë për para se të... Kishte ndalur. Kishte gëlltitur. Endri kishte ulur çantën dhe kishte ulur edhe veten, jo në karrige, por direkt në dysheme, pranë saj, si gjest i natyrshëm solidariteti. Sa kushton? Nuk ka rëndësi, kishte thënë Besa me njëherë, dhe kishte pasur në zërin e saj ajo krenaria e caktuar që Endri e njihte tashmë, ajo vije qartë që ajo nuk do ta kalonte. Ka rëndësi për mua, kishte thënë ai thjesht. Besa e kishte parë, kishte diçka te vështrimi i tij, të pakushtëzuar, të papeshuar, që e kishte bërë të mos luftonte për një çast. Nuk dua ndihmë financiare, nuk kërkoj kështu. E di, por mund të ndihmoj ndryshe, me kontaktet, me spitalin. Baba im ka lidhje me klinikën private dhe mund të rregullojmë kushtet e pagesës, jo durat, marrëveshje normale. Besa kishte heshtur gjatë. Pastaj kishte thënë me zë shumë të ulët. Pse? Endri kishte menduar para se të fliste, jo nga llogaritja, por sepse donte t'i thoshte të vërtetën dhe donte ta thoshte mirë. Sepse më intereson çfarë të ndodh ty, sepse ke qenë e sinqertja me mua kur askush tjetër nuk ka qenë, dhe sepse nuk di si ta them ndryshe. Heshtja pas atyre fjalëve kishte pesh. Besa e kishte shikuar gjatë, me atë vështrimin e saj të drejt për drejt, që lexonte njerëzit me kujdes. Pastaj kishte thënë, po ta pranoja, nuk do t'ishte si të pranoja një durat, do t'ishte si të pranoja diçka që nuk mund të ta kthej, dhe nuk dua t'jem borxhlie. Nuk do t'jesh borxhlie, do t'jesh dikush të cilit i dhën dorën një njeri tjetër kur kishte nevojë. Kjo ndodh mes njerëzish, nuk ka të bëjë me parat. Kishte diçka aq të thjeshtë dhe aq të vërteta në atë fjalë. Kjo ndodh mes njerëzish, që Besa e kishte ndier diçka të lirohet pak brenda saj. Ky njeri, me gjithë distancën e botëve të tyre, po fliste me të si me barabart, jo me mëshirë, jo me superioritet të maskuar, por me respekt të plot. Kishte pranuar ndihmën, jo me lehtësi, kishte qenë nga gjërat më të vështira që kishte bërë, sepse krenarin e kishte të gërshetuar me vetë dinjitetin e saj si palë të pandara, por kishte pranuar, dhe Endri kishte ndihmuar,
kishte bërë telefonatën atë mbrëmje, kishte rregulluar matimin me specialistin, kishte lehtësuar procesin administrativ të spitalit. Operacioni kishte shkuar mirë. Babai i Besës po shëronte. Pas asaj mbrëmjeje, gjërat ndryshuan, jo dramatikisht, por thellësisht. Besa e kishte ulur pak gardhin brendshëm, jo e kishte hequr, por e kishte ulur mjaftueshëm që ngroftësia të kalonte. Endri e kishte kuptuar këtë ndryshim të vogël dhe e vlerësoi si dhuratë. Filluan të takohen jo vetëm në ndërtesë. Endri kishte pyetur, me kujdes, me respekt, nëse do donte të pinte kafe jashtë ndërtesës ndonjë ditë. Besa kishte hezituar, kishin shumë arsye të hezitonte, por kishte thënë jo. Kishin shkuar në një kafene të vogël, jo në vendet ekskluzive ku Endri zakonisht shkonte me miqtë e tij, por në vendin e thjeshtë dhe qetë që Besa e çmonte. Tavolina druri, muzikë ulët, kafe e mirë. Kishin folur 3 orë. Kishin folur rreth gjithçkaje dhe asgjëje njëkohësisht. Librave, historisë, fshatit të saj, studimeve të tij jashtë, ëndrave, frikrave. Kur kishin dalë, qyteti kishte errësuar dhe ajri kishte ftohur, dhe Endri kishte ndjerë me qartësinë e rrallë të atyre momenteve kur e vërteta nuk kërkon interpretim, se ai ishte dashuruar. Jo thjesht i tërhequr, jo thjesht i interesuar, dashuruar, me atë fjalën e madhe, të komplikuar, të frikshme dhe të bukur. Besa e kishte ndjerë edhe ajo, por Besa kishte mend, dhe mendja i thoshte gjëra tjera. Gjërat e fshehura nuk qëndrojnë të fshehura, jo sepse njerëzit janë vigjilent, por sepse bota ka sytë e vet dhe zemrat e njerëzve lën gjurmë të dukshme. Punojësit ishin duke folur, kishte qenë e sigurt, por tani fjalët kishin dalë edhe nga ndërtesa. Juliana, sekretarja e re e departamentit, kishte parë Endrin dhe Besën duke dalë bashkë nga kafenea e vogël dhe kishte treguar mikes së saj, e cila ishte shihej me Dilon, miku i Endrit. Dilon e kishte pyetur Endrin me ironi miqësore. "Dëgjova se ke shoqëri të re, vlla." Endri kishte qëndruar i qetë. "Kam shumë shoqëri," kishte thënë. "Jo si kjo," kishte thënë Dilo me buzëqeshje. Por nën buzëqeshje kishte pasur diçka tjetër, jo qortim, por alarm miqësor. "Ruhun e Endri, nëse babai yt mëson, nuk ka çfarë të mësohet." Por kishte, dhe Endri e dinte. Kishte shumë çfarë të mësohet, dhe fakti që Artan Dervishi nuk e dinte ende, ishte thjesht çështje kohe. Artan Dervishi ishte njeri i detajeve. Kjo kishte qenë sekreti i suksesit të tij, vëmendja e plot ndaj detajeve të vogla, sepse detajet e vogla ishin ato ku mundësia fshihej dhe ku rreziku lundronte pa u parë. Kishte ndërtuar perandorinë e tij duke parë gjëra që të tjerët nuk i shihnin. Kështu, kur sekretari i tij i besuar, Avni, i kishte sjell informacionin, jo me qëllim të keq, por me besnikërinë naive të dikujt që mendon se sjell lajm të dobishëm, Artan Dervishi e kishte dëgjuar pa ndryshuar shprehjen. Kishte pyetur 2-3 pyetje të shkortra, kishte marrë përgjigje dhe kishte thënë vetëm "Mirë, faleminderit." Por brenda kishte ndezur diçka. Jo zemërat e parë, por ajo shqetësimi i thellë i prindit që sheh rrezik drejt atij që do. Artan Dervishi e kishte ndërtuar jetën e tij me logjik, me plan, me kontroll, dhe biri i tij, trashëgimtari i gjithçkaje që kishte ndërtuar, po bënte diçka jashtë çdo plani. Kishte pritur, kishte mbledhur informacion, kishte pyetur me mënyrë të holla pa treguar se dinte, dhe kishte kuptuar se çfarë po ndodhte ishte jo një ndjenjë kalimtare, por diçka me thellësi. Natën kur Elira e kishte parë burrin e saj të heshtur pranë dritares me gota të mbajtura por pa pirë, kishte kuptuar. "E di?" kishte pyetur. "Di," kishte thënë Artan. "Çfarë do të bësh?" Artan Dervishi kishte heshtur gjatë, pastaj kishte thënë: "Do të flas me Endrin." Biseda mes Artanit dhe Endrit kishte ndodhur të dielën, jo në zyrë, jo formalisht, por në shtëpi, pas darke, kur familja kishte mbaruar darkën dhe Elira kishte larguar vazhdimisht me disa arsye. Artani kishte ftuar birin të ulej me të në dhomën e punës, dhomë me libra mur më mur, me karrige lëkure dhe me aromën e malit dhe dunës të vjetër. Artani kishte filluar pa futje fjalësh boshe. "Dëgjova," kishte thënë, rreth vajzës. Endri kishte pritur këtë dhe megjithatë kishte ndjer goditjen. Nga kush? Nuk ka rëndësi nga kush, ka rëndësi çfarë është e vërteta. E vërteta është, kishte thënë Endri me qetësi, se kam takuar një njeri që vlen shumë dhe po e njoh. Artani kishte parë birin, kishte në shikimin e tij atë lloj vëmendje e plot që i dhuronte njerëzve ndjenjen se po lexoheshin. E njoh historinë e saj, e njoh situatën.
Atëherë njeh edhe atë, kishte thënë Endri, dhe nëse e njeh, e di se është njeri jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm nuk mjafton, kishte thënë Artani, dhe toni i tij kishte ndryshuar, jo të ftohtë, por i vendosur. Endri, po dëgjoj, kam ndërtuar gjithçka me planin e qartë. Ti je i vetmi imi. Ajo që po bën, nëse vazhdon, do të krijoj probleme. Probleme me biznesin, probleme me partnerët, me reputacionin. Njerëzit flasin, njerëzit gjykojnë, dhe gjykimi i tyre ka kosto. Për kë? Për ty, për mua, për kompanisë. Endri e kishte parë baban me vëmendje. Bab, kishte thënë me zë të qartë, por të qartë. Nuk flet rreth Besës, po flet rreth asaj çfarë njerëzit mendojnë, dhe unë nuk dua të ndërtoj jetën time mbi mendimin e njerëzve. Artani kishte buzëqeshur, jo me gëzim, por me atë buzëqeshjen e hidhur dhe lodhur të prindit që sheh birin të bëj gabim. Kur ishe i vogël dhe done të ngjiteshe në pemë të lartë, të thoja mos ngjit sepse mund të biesh. Ti ngjite. Nuk jam i habitur, por tani nuk jemi tek pemët, Endri, jemi tek jetët. Pikërisht, kishte thënë Endri, jeta ime. Heshtja mes tyre kishte qenë e rëndë. Artani kishte marrë frym thellë. Pastaj kishte thënë, do të kërkoj një gjë, vetëm një gjë. Prit, mos bëj vendime të mëdha tani. Lëre kohë. Nëse kjo gjë është e vërtet, koha do ta tregoj. Endri e kishte parë baban, e kishte parë njeriu që e respektonte mbi të gjitha, njeriu që e kishte mësuar gjithçka rreth punës dhe jetës, njeriu që e kishte sakrifikuar shumë për familjen, dhe e kuptuar se nuk mund të thoshte jo menjëherë, jo sepse babai kishte të drejtë, por sepse dashuria që kishte për baban e tij ishte po ashtu reale. Do të pres, kishte thënë, por nuk do të ndryshoj. Kjo kishte qenë biseda e parë. Kishte lënë gjurmë në të dy. Në Artan, ndjenjen se biri i tij kishte vendosmëri që e njohu sipas qyreve të vetes, dhe në Endri, ndjenjen se lufta e vërtet kishte filluar. Besa nuk ishte qenë naive. Kishte pritur diçka të tillë. Jo pikërisht bisedën mes tyre, por pasojat. Kishte ndjera tashmë vëmendjen e shtuar, kishte parë sytë e njerëzve në ndërtesë, kishte kapur buzëqeshjet e fshehura dhe komentet e ulta. Ishte gënjur pak vetveten duke thënë se nuk kishte rëndësi, por e vërteta ishte se kishte rëndësi. Nuk nga vetë opinioni, por sepse ky opinion kishte pasoja. Kishte marrë telefonatën nga Mirela, punojëse e vjetër me zemër të mirë dhe fjalë të drejtë për drejta. Vajz, kishte thënë Mirela, sot u thira nga Avni, sekretari. Tha se agjencia ka marrë kërkesë për ricaktim të punojëse sate. Nuk tha emra, por tha ty ta di. Besa kishte qëndruar e qetë në telefon, por brenda kishte ndjerë si goditje. Ricaktim, fjalë e butë për largim nga ndërtesa pa e quajtur largim. Kishte kuptuar menjëherë. Kur Endri e kishte takuar të nesërmen dhe kishte parë shprehjen e saj, atë qetësinë e forcuar, jo qetësinë e natyrshme, por qetësinë e mbrojtjes, kishte pyetur menjëherë. Çfarë ndodhi? Besa i kishte treguar, me fjalë të qeta, pa dramatizim, ashtu siç tregonte gjithçka, me qartësi dhe pa mëri. Kishte thënë çfarë dinte dhe pastaj kishte shtuar. Endri, dua ta dish diçka. E kuptoj situatën, e kuptoj se çfarë jemi ne. Jo çfarë mund të jemi, por çfarë jemi nga perspektiva e botës, dhe nuk dua të jesh shkaku i problemeve tua apo të familjes tënde. Besa, lëre të mbaroj, kishte thënë ajo, dhe kishte pasur diçka të fortë e të qetë në atë fjalë. Kam ardhur në këtë qytet me qëllim, kam punë, kam familje që varet nga unë, kam plane, dhe i dua të gjitha ato gjëra, jo si pengesa, por si arsye. Nëse marrëdhënia jon, çfarëdo qofshe ajo, i vë ato në rrezik, atëherë duhet ta mendoj mirë. Nuk do të lejoj të humbasësh punën, kishte thënë Endri me qartësi. Kjo nuk do të ndodhë. Nuk është vetëm puna, kishte thënë Besa, është gjithçka. Endri, unë vi nga vend tjetër, jo vetëm gjeografikisht, jam rritur me vlera të ndryshme, me realitet të ndryshëm. Familja jote do të dojë dikë tjetër, dikë të duhur, dhe nuk e them me mëri, e them sepse është e vërtet. Endri e kishte parë gjatë, kishte pasur diçka aq të qartë dhe aq të dhimbshme te ajo çfarë thoshte. Jo pse ishte e gabuar, por pikërisht pse ishte kaq e vërtet. Besa nuk po largohej nga frika, po tregonte realitetin me sy të hapur. Ti ke të drejtë, kishte thënë Endri, rreth gjithçkaje. Bota funksionon si thua, por unë kam kaluar shumë kohë duke jetuar sipas asaj çfarë duhet dhe asaj çfarë pritet, dhe ti je e para person me të cilën ndihemi gjallë me të vërtetë.
Besa e kishte shikuar tutje, dritaret e ndërtesës, qiellin, diçka jashtë kornizës. Kishte qenë momentin kur dy gjëra luftonin brenda saj, arsyeja dhe zemra. Dhe arsyeja nuk fitoi lehtë, sepse zemra kishte argumentin e vet, diçka autentike dhe e rrallë kishte brenda atij njeriu, dhe e dinte. Nuk dua të premtoj gjëra që nuk mund t'i mbaj, kishte thënë ajo në fund, por as nuk do të ikem thjesht sepse dikush dëshiron të largohem. Kjo kishte qenë, në mënyrën e saj të heshtur e të fortë, deklarata e saj. Javët e ardhshme ishin si hava para stuhis, ajër i ngarkuar, heshtia që peshonte, diell i ulët që nuk ngrohte plotësisht. Endri e kishte zgjidhur çështjen e punës, kishte folur me departamentin e burimeve njerëzore me autoritet të qartë, pa shpjeguar shumë, dhe ricaktimi nuk kishte ndodhur. Por kjo kishte koston e vet. Tani kompania e dinte, tani babai e dinte, se Endri nuk do të tërhiqej lehtë. Artan Dervishi kishte reaguar ndryshe nga çfarë Endri e priste. Nuk kishte bërë sken, nuk kishte urdhëruar, nuk kishte dhënë ultimatum, kishte heshtur. Dhe heshtja e Artanit ishte gjëja më e frikshme, sepse nën kuptonte se mendonte thellë, se po planifikonte, se diçka po lëvizte pas skenave. Elira nga ana tjetër kishte qenë ndryshe. Nëna kishte pritur të vetme me Endrin një mbrëmje kur Artani ishte vonë në punë dhe kishte folur me ato mënyrën e saj, jo me urdhër, jo me logjik biznesi, por me zemrën e nënës. Endri, unë të njoh sa askush tjetër dhe di se kjo nuk është lojë. Ndoshta ke të drejtë, ndoshta ajo është njeri i jashtëzakonshëm, por dua të mendosh edhe për një gjë tjetër. Babai jote, ju keni gjakun e njëjtë. Ai është bërë si është nga jeta. Ka frikë për ty, jo nga snobizmi, por nga dashuria. Ka pasur vuajtje dhe nuk dëshiron vuajtje për ty. E di mami, kishte thënë Endri, por mbrojtja nuk është kontrolli. Elira kishte qëndruar, pastaj kishte thënë diçka që Endri nuk e kishte pritur. Ndoshta ke të drejtë, por jepini kohë babait tënd. Artan Dervishi nuk është njeri i parë, por është njeri i transformimit, kur e sheh të vërtetën. Endri e kishte parë nënën, me sytë e saj të qeta dhe të ditura, dhe kishte kuptuar se ajo po bënte diçka delikate, nuk po kundërshtonte, por hapi një vogël drejt mundësisë. Ndërkohë Besa po kalonte luftën e saj të brendshme. Kishte shkruar letra nënës, letra të gjata me shkrim dore, sepse telefonata e kishte pasigurt kur duhet të fliste gjëra të vërteta. I kishte treguar nënës se kishte takuar një njeri, pa shumë detaje fillimisht, por nëna kishte pyetur dhe Besa kishte treguar. Reagimi i nënës ishte i matur dhe i mençur. Besa, vajz, ne nuk jemi familje e madhe dhe nuk kemi asgjë t'i ofrojmë atij njeriu material. Por ke diçka shumë më të çmueshme, karakterin tënd dhe zemrën tënde. Nëse ai njeri e sheh vlerën, është njeri i mirë. Nëse nuk e sheh, nuk ja vlen koha. Fjalët e nënës e kishin qetësuar pak. Kishte atë urtësi praktike të grave të fshatit, ajo mençuri e grumbulluar nga jeta dhe jo nga blibrat, që shpesh shkon drejt të vërtetës pa shumë labirinte. Por kishte edhe frikë. Besa e kishte ndier atë frikë natën, kur heshtja e dhomës së vogël me qira bëhej shumë e madhe. Frika jo rreth dashurisë, ajo mund ta menaxhonte dashurinë, kishte mësuar të menaxhonte gjëra të vështira. Por frika rreth asaj çfarë vinte pas. Nëse gjërat shkonin drejt, nëse Endri kishte të drejtë rreth ndjenjave, atëherë para tyre qëndronte ballafaqimi me një familje që e kishte vendimin gati, me një botë që nuk e priste këtë histori, dhe me presionin e gjithë asaj çfarë kishte ndërtuar me kujdes. Kishte ardhur aq larg, kishte sakrifikuar aq shumë, dhe tani e gjitha kjo mund të rrezikohej nga diçka aq e bukur dhe aq e brisht sa dashuria. Ishte nata e takimit të madh të biznesit, darkë zyrtare, e organizuar nga kompania Dervishi, me partnerët kryesor, me njerëzit e rëndësishëm. Endri kishte qenë i pranishëm, i veshur me kostum të errët, me rolin e birit të trashëgimtarit, rolin që kishte mësuar ta luante me aftësi. Kishte folur, kishte buzëqeshur, kishte bërë biseda biznesore me atë lehtësi të kultivuar. Por gjatë asaj mbrëmjeje, Artani kishte bërë diçka që Endri nuk e priste. Kishte prezantuar familjen Zeqiri, partner të rëndësishëm nga qyteti tjetër, dhe veçanërisht vajzën e tyre, Arianën, 24 vjeç, e shkolluar jashtë shtetit, bukuroshe dhe e edukuar, me të gjitha karakteristikat e asaj dikushe së duhur që Artani kishte në mendje. Endri e kishte kuptuar me njëherë, kjo nuk ishte rastësi,
Kjo ishte lëvizje e planifikuar, jo e dhunshme, jo e urdhëruar, por e qartë si shahu. Familja Zeqiri, vajza Ariana, mundësia e aleancës biznesore dhe martesore. Kishte qenë i sjellshëm me Arianën. Ajo nuk kishte faj, ishte vajzë e mirë, me mendje dhe me humor, por kishte ndjer diçka që nuk kishte ndjer kur kishte takuar vajzat të duhura. Mungesën e plot të asaj tronditjes, asaj gjallërie të brendshme që ndihte kur ishte me Besën. Ariana kishte parë në sytë e Endrit, ato sytë bukura dhe neutral, dhe me atë ndjeshmërinë e grave të inteligjente, kishte kuptuar se ky njeri kishte mendjen gjetk. Kishte thënë me ironi të lehtë: "Duket se je i pranishëm, por jo këtu." Endri kishte buzëqeshur: "Fal, jam lodhur pak." Por kishte qenë gënjeshtër e bardhë, kishte qenë gjetk, kishte qenë me Besën, me mendimin e saj, me zërin e saj, me atë qetësinë e saj tronditse. Pas darkës, Endri kishte gjetur Artanin baban në korridorin e jashtëm, duke pirë kafe vetëm. Kishte shkuar pranë tij pa fjalë dhe kishte qëndruar. Kishin ndarë heshtjen për disa minuta. Pastaj Artani kishte thënë: "Ariana është vajzë e mirë." "Po," kishte thënë Endri. "Familja Zeqiri është partneri besueshëm." "Po." Endri. Artani kishte kthyer kokën dhe e kishte parë birin. "Të lutem." Kishte qenë ajo fjalë, "të lutem", që kishte shpur Endrin si gjilpër. Artan Dervishi nuk lutej. Artan Dervishi urdhëronte, ndikonte, bindës, negocionte, por nuk lutej. Dhe ajo fjalë kishte në to gjithë peshën e dashurisë prindërore dhe gjithë tragjedisë dhe keqkuptimit. "Bab," kishte thënë Endri, "të dua dhe e di se ti ke bërë gjithçka për mua, por nuk mund të martohem me dikë tjetër kur zemra ime është gjetk. Kjo nuk do të bënte mirë as mia, as asaj vajzës, as ty." Artani kishte kthyer syt tutje, kishte pirë kafen ngadalë, kishte heshtur gjatë, ajo heshtja e tij e ngarkuar. Pastaj kishte thënë diçka të çuditshme, diçka që Endri nuk e priste. "E di se nuk mund ta ndaloj, e kuptova kur fole herën e parë. Gjakun tënd e njoh sepse është gjaku im, por keni frikë, Endri, keni frikë për ato gjëra që vinë pas fillimit." Endri e kishte parë pa kuptuar plotësisht, çfarë do të thuash, por Artan Dervishi ishte larguar pa u kthyer. Besa e mori lajmin nga Mirela të nesërmen, jo rreth risakimit këtë herë, por diçka tjetër. Kompania e pastrimit kishte marrë njoftim se kontrata do të rishikohej, se do të vlerësohej ristrukturim i shërbimeve, fjalë të largëta dhe burokratike, pas të cilave fshihej e njëjta gjë, largim. Kësaj here Besa nuk e kishte pritur Endrin, kishte gjetur vetë, kishte shkuar tek zyra e tij, kishte trokitur, kishte hyrë kur ishte thënë hyrë. Ishte hyrja e parë e saj në zyrën e tij dhe kishte ndjerë kontradiksionin e madh të asaj dome, të madhe, të qetë, me libra në përraft dhe fotografi projektesh, e ngjashme me karakterin e Endrit dhe kaq larg uniformën gri që mbante. "Dua të flas me ty," kishte thënë. Endri kishte mbyllur kompjuterin dhe ishte ngritur. "Riulut." "Jo." Besa kishte qëndruar në këmbë me atë drejtësen e shpinës që kishte gjithmonë. "Endri, dua të jesh i sinqert me mua, jo si njeri i edukuar, jo si dikush që dëshiron të mos lëndoj. Sinqerisht, çfarë është mes nesh?" Endri e kishte parë, kishte kaluar cast, atë sekond para fjalëve të mëdha ku njeriu vlerëson peshën e gjithçkaje. Pastaj kishte thënë: "Të dua." 2 fjalë, jo monolog, jo spjegim. 2 fjalë të thjeshta me qartësinë absolute të dikujt që nuk kishte asnjë dyshim për çfarë thoshte. Besa kishte qëndruar e pa lëvizur, kishte shumë gjëra në atë cast: befasia, frika, ngrohtësia, kujdesi, akurthi. Pastaj kishte thënë: "Dhe familja jote?" "Familja ime ka problemin e saj, por unë jam njeri i rritur dhe di çfarë dua." Endri, nuk është kaq e thjesht. "E di se nuk është e thjesht," kishte thënë ai me qetësi, por me forcë. "Di gjithçka. Di rreth dallimit të botëve tona, rreth babait tim, rreth opinionit publik. Di se kjo është e vështirë, por asgjë nga ato nuk ndryshon çfarë ndihem kur jam me ty. Dhe nuk jam tipi i njeriu që e injoron të vërtetën sepse është e vështirë." Besa kishte heshtur. Kishte parë jashtë dritares, qytetin poshtë, njerëzit e vegjël në rrugë, makinat si lodra nga lart. Kishte menduar rreth gjithçkaje, rreth familjes, rreth fshatit, rreth nënës, rreth planeve. Pastaj kishte kthyer syt tek Endri. "Edhe unë," kishte thënë me zë shumë të ulët, "ndihem diçka, diçka që nuk kam ndjerë më parë. Por kjo nuk mjafton nëse bota jashtë është kundër." "Mjafton për fillim," kishte thënë Endri. "Pastaj luftojmë bashk." Artan Dervishi kishte vendosur të takonte Besën vetë.
Ky kishte vendimi I tij I matur, I menduar gjatë netëve të shumta. Jo Endri. Endrin e kishte njohur dhe dinte se gjakun e tij nuk e ndryshoje me argumente. Por vajzën mund ta takonte, mund t'i fliste drejt për drejt. Kishte gjetur adresën nëpërmjet kanaleve të kompanisë dhe kishte dërguar mesazh të formal. Kërkonte një takim. Jo urdhër, por kërkesë. Kishte specifikuar vendin, kafene neutrale, jo zyra, dhe kishte specifikuar se nuk do të ishte prezente Endri. Besa kishte marrë mesazhin dhe kishte qëndruar gjatë duke e lexuar. Kishte ndier gjëra të shumta, respektin që kishte dhënë Artan Dervishi duke e trajtuar si njeri me të cilin flitej drejt për drejt, dhe jo si problem që zgjidhet nga larg. Dhe kishte ndier edhe diçka tjetër, guximin që duhet të shkonte dhe pyetje nëse kishte atë guxim. Kishte shkuar. Artan Dervishi kishte qenë ulur kur kishte hyrë, njeri I mesëm, I fortë, me syt inteligjent dhe me peshën e autoritetit rreth tij. Por kishte qenë I sjellshëm, kishte ngritur kur ajo kishte hyrë, kishte treguar karrigen, kishte urdhëruar kafen pa pyetur supozimisht. Biseda kishte filluar me fjalë të matura. Artani kishte thënë se e respektonte, se e dinte punën e saj, se kishte kuptuar situatën. Pastaj kishte thënë drejt për drejt. Vajz, unë nuk jam armiku yt, por jam baba I Endrit dhe kam detyrim ndaj tij. Edhe unë e kuptoj këtë, kishte thënë Besa. Zëri I saj kishte qenë I qetë, I drejt për drejt. Por nuk jam kërcënim ndaj Endrit, nuk kam ardhur me plan, nuk jam duke kërkuar diçka. E di, kishte thënë Artani, dhe kishte pasur diçka të papritur te toni I tij. Kjo është pikërisht arsyeja pse jam këtu. Kishte heshtur, kishte parë gotën e kafes, pastaj kishte ngritur syt. Dua të pyes diçka dhe dua përgjigje të sinqertë. Pyes. E do birin tim? Pyetja kishte rënë në tryezim si gur I rënd. Besa kishte ndier tërheqjen e zemrës dhe shtytjen e arsyes njëkohësisht. Kishte parë Artan Dervishin, baban, njeriun e fortë, njeriun me të gjithë peshën e tij dhe kishte vendosur diçka. Do t'i thoshte të vërtetën. Jo nga bravuri, jo nga naivitet, por sepse e vërteta ishte gjëja e vetme që kishte vlerë në atë moment. Po, kishte thënë Besa, por dashuria nuk është arsye e mjaftueshme për të shkatruar gjithçka, dhe nuk dua të jem arsyeja pse Endri humbet familjen e tij. Artan Dervishi e kishte vëzhguar me atë qetësinë e tij të ngarkuar. Pastaj kishte thënë diçka të papritur. Ti je njeri I ndershëm. Besa nuk ishte folur. E di çfarë jam duke bërë, kishte vazhduar Artani me zë të ulët. Po vi tek ti, sepse mendimet e mia rreth kësaj çështjeje janë duke u ndryshuar dhe nuk I ndryshoj dot plotësisht nëse nuk të njoh ty. Kishte heshtur. Biri im është ndryshuar dhe kam parë shumë ndryshime tek ai gjatë jetës. Ka qenë I lumtur, I mërzitur, I suksesshëm, I humbur. Por ndryshimi I muret të fundit nuk e kam parë kurrë. Besa kishte dëgjuar. Artan Dervishi nuk kërkon falje lehtë, kishte thënë ai, por do të them kaq. Vi jo me vendim, por me pyetje, dhe pyetja ime është kjo. Nëse ti ke zemër dhe mendje si duket, pse të mos e tregosh atë botës, jo si pastruese e kompanisë sime, por si ti. Kishte qenë diçka kaq e ndërlikuar dhe kaq e thjesht njëkohësisht, jo pranim, jo refuzim, por thirrje e çuditshme drejt autenticitetit. Besa kishte thënë, jam duke u treguar, çdo ditë jam unë. Artani kishte parë gotën. Pastaj kishte thënë, e di, dhe aty ndodhi diçka në fytyrën e tij, diçka shumë e vogël, pothuajse e padukshme, si muri I parë I goditur me vala. Por bota nuk ndryshon me një takim, dhe familja nuk ndryshon me një bisedë. Ditët pas takimit mes Artani dhe Besës ishin plot tension. Artani nuk kishte thënë asgjë tek Endri rreth takimit, edhe Endri nuk e dinte, por diçka kishte lëvizur heshtasi, si tërmeti në ndet, nuk e ndjen sipër, por dallgëzimet vinë. Familja Zeqiri kishin dëgjuar edhe ata, siç ndodh gjithmonë në qargjet e ngushta ku lajmet udhtojnë të pakërkuara. Ishin tërhequr me dinjitet nga diskutimet mundëshuara për aleancë, jo me skandal, por me atë heshtje kuptim plot të njerëzve të edukuar, që nuk shfaqin zhgënimin hapur. Kjo kishte goditje tjetër për Artan Dervishin, jo vetëm personale, por edhe biznesi. Kur Artani kishte treguar kësaj radhe e liras, kishte treguar takimin me Besën, kishte treguar fjalët e saj, kishte treguar ndjesinë e tij. Elira kishte begjuar me durim dhe pastaj kishte thënë: "Dhe çfarë ke ndjer?" Artan kishte qëndruar gjatë. "Kam ndjer diçka që nuk e prisja,
Kam ndjerë se ajo vajzë ka diçka të vërtet. Artan, kishte thënë Elira me butësi. Unë e di diçka rreth vajzave të forta nga familje të vështira. Edhe unë kam qenë e tillë. Artan e kishte parë me befasi. Kishte harruar, ose ndoshta kishte shtyrë më njanë, faktin se Elira vetë kishte ardhur nga familje me pak, kur e kishte njohur. Kishte qenë e re dhe e bukur dhe me karakter, dhe Artani i ri kishte parë atë, jo familjen. Kishte kaluar koha dhe kishin ndërtuar gjithçka bashk, dhe disi, ai kishte filluar të mendojë se familja e duhur ishte kushti i fillimit, jo rezultati rrugës. Elira, kishte nisur. Mos thuaj asgjë tani, kishte thënë gruaja e tij, vetëm mendoje. Ndërkohë, jashtë shtëpisë Dervishi, presioni social po rritej. Njerëzit flisnin, miqt, partnerët, njënjorët. Kishte atë lloj thashethemi të butë që bota e pasur e kultivon me elegancë, jo akuzat hapura, por buzëqeshje specifike, pyetje të obligua, shfaqje interesi të egzageruara. Dëgjuam se Endri ka bërë zgjedhje interesante. Fjalë të tilla, me tonin e tyre, ishin mjaft. Endri i kishte ignoruar me durim, por kishte qenë e mundimshme, jo sepse i lëndonte opinionet e tyre, por sepse ato lëndojnë ata që i donte, babain, nënën. Kishte pasur darkë familjare ku të gjithë kishin qenë të sjellshëm dhe heshtja kishte qenë e rëndë si beton. Kishte pasur telefonata nga kushërinjt me fjalë të matura dhe qëllime të qarta. Kishte pasur takime biznesi ku Artan kishte paraqitur fytyrën e tij profesionale, por mbrëmja kishte ardhur shtëpi me lodhjen e dikujt që lufton luftën e brendshme. Endri e kishte parë baban duke u plakur pak çdo ditë asaj periudhe, dhe kjo e kishte dhëmbur, jo nga fajtësia, por nga dashuria, sepse nuk donte të lëndonte baban e tij, donte që të dyja gjërat të ishin të mundshme, besa dhe familja e tij. Por bota nuk ofron gjithmonë zgjidhjet e dëshiruara. Mes gjithë kësaj stuhie, kishte një vend të qetë, orët me besën, jo ndërtesa. Nuk ishin takuar në ndërtesa gjatë asaj periudhe sepse besa vetë kishte dashur të ruante distancën profesionale, ndërkohë që situata ishte e nxehtë. Por ishin takuar jashtë, ato takime të thjeshta, kafenet të qeta, rrugët e lira, parqet ku flitej lirshëm. Dhe atje, larg presionit, kishte diçka e pastër dhe e vërtet mes tyre. Endri e kishte parë besën në shumë ngjyra gjatë asaj kohe. Kishte parë qetësinë e saj të fortë kur fliste rreth vështirësive. Kishte parë gëzimin e saj të fëmijërishëm kur diskutonte libra ose ide interesante. Kishte parë dhimbjen e fshehur kur fliste rreth familjes larg. Kishte parë vendosmërinë e saj kur merrte vendime. Kishte parë edhe frikën e saj, dhe kjo ishte gjëja më e çmuar, sepse besa e fshihte frikën mirë, por tek Endri kishte filluar ta tregonte pak. Ato momentet kur thoshte me zë të ulët, nuk di çfarë vjen pas, ose kam frikë se po bëj gabim, dhe ato konfesimet vogla kishin thelsinë e besimit madh. Endri kishte kuptuar gjatë asaj kohe se dashuria nuk ishte ajo ndezja e parë, ajo tronditja e parë. Ato ishin fillimi. Dashuria ishte kjo, njohja e dikujt në të gjitha ngjyrat e tyre, duke parë edhe skajet e errta dhe zgjedhur sërish. Kishte zgjedhur sërish çdo ditë. Një mbrëmje, duke ecur nëpër rrugën e lirë të qytetit, Besa kishte ndalur para një vitrine librash dhe kishte parë një titull që e kishte kënaqur. Kishte buzëqeshur me atë buzëqeshjen e saj të rrallë, të plotë, të paprovuar. Endri e kishte parë atë buzëqeshje dhe kishte ndjerë diçka aq të thjeshtë dhe aq të absolute. Donte ta shikonte atë buzëqeshje çdo ditë, për tërë jetën. Kishte thënë kështu, me fjalë të thjeshta. Kishte thënë, dua ta shikoj atë buzëqeshje çdo ditë. Besa kishte kthyer kokën dhe e kishte parë. Kishte në sytë e saj atë luftën e njohur, arsyen kundër zemrës, por kësaj radhe zemra kishte humbur pak vonë. Kishte thënë, Endri, nëse kjo shkon drejt, nëse babai yt nuk pajtohet, çfarë do të bësh? Do të qëndroj me ty, jo kundër familjes sime, nuk dua konflikt, nuk dua ndarje, dua t'i bind, jo t'i shpërfill, por nëse nuk binden, do të qëndroj sërish. Ky është çmimi i madh, kishte thënë Besa. Di, por ke vlera të çmim. Besa kishte parë tutje, kishte marrë frymë thellë, dhe pastaj kishte thënë diçka që kishte mbajtur brenda gjatë. Edhe unë të dua. E di se nuk duhet ta them, e di se komplikon gjithçka, por është e vërteta dhe nuk mund ta mbaj. Ato fjalë kishin rënë në heshtjen e rrugës si muzika, të papritura dhe nevojshme njëkohësisht. Nuk dijej kush e kishte fotografuar. Ndoshta dikush i rastësishëm, ndoshta dikush me qëllim, nuk kishte rëndësi. Rezultati ishte i njëjtë.
Fotografia e Endrit dhe Besës duke ecur bashkë nëpër qytet, duke qeshur, kishte qarkulluar në rrjetet sociale dhe kishte arritur në sytë e shumë njerëzve, me komente dhe me supozime dhe me atë energjinë e egër të turbullirjes online. Artan Dervishi e kishte parë fotografin nga njëri prej miqve biznesi, i dërguar me koment të shkurtër. Çfarë po ndodh me djalin? Kishte qenë siguri i fundit në ramp, jo ai që shpërthen murin, por ai që tregon se muri arritur kufirin e rezistencës. Kishte thirrur Endrin. Kishte qenë mëngjesi herët dhe Artan kishte qenë në zyrën e tij të shtëpisë, me telefonin mbi tavolinë dhe me fytyrën e mbyllur. Eja, kishte thënë vetëm kaq. Endri kishte ardhur dhe kishte gjetur baban me fotografinë e shfaqur mbi ekranin e madh. Kishte parë dhe nuk kishte shpjeguar. Çfarë do të thuash kjo? Kishte pyetur Artan. Thot çfarë duket, kishte thënë Endri. Kishte pasur tension të madh në atë dhomë. 2 njerëz fort, 2 vullnete të hekurt, gjaku i njëjtë. Artan kishte bërë diçka i papritur. Kishte ngritur nga karrigja, kishte shkuar te dritarja, kishte parë qytetin poshtë. Lëvizje e njëjtë që bënte Endri kur mendonte thellë. Gjaku i njëjtë, me të vërtetë. E di, kishte thënë Artan me shpinë nga Endri. Kur kam filluar biznesin tim, njerëzit më kanë thënë se nuk ja vlen, që jemi pak, që nuk kemi kapital, që nuk njohim njerëz, dhe unë i kam injoruar, jo nga arroganca, nga besimi. Kishte heshtur. Ti ke atë besim, e njoh sepse është imja. Endri kishte dëgjuar pa folur. Por dallimi midis nesh, kishte vazhduar Artan, është se biznesin tim e kam ndërtuar mbi tokë të fortë, mbi fakte, mbi punë, mbi gjëra reale. Kishte kthyer kokën. A e njoh mirë atë vajzë? A e njeh mirë ti? E njoh aq mirë sa kam njohur ndonjëherë dikë, kishte thënë Endri. Artan kishte parë birin gjatë. Atëherë sill atë shtëpi. Familja ta njoh, jo si provë, jo si gjyq, si respekt. Endri kishte qëndruar i befasuar. Kjo nuk kishte qenë çfarë priste. Bab, mos thuaj asgjë tani. Sill atë shtëpi. Kur Endri i kishte treguar Besës, ajo kishte qëndruar e heshtur për kohë të gjatë. Kishin qenë të ulur në kafenen e tyre të zakonshme dhe Endri kishte treguar bisedën, fjalë pas fjale, dhe Besa kishte dëgjuar me atë vëmendjen e plot karakteristiket saj. Pastaj kishte thënë, ai nuk tha se pajtohet. Jo, kishte pranuar Endri, por tha të vish, ka ndryshim të marrë mes eja dhe mirëseerdhe. E di, por është hap i parë. Besa kishte parë gotën e kafes. Kishte menduar, kishte parë se si mendonte, ato lëvizjet e vogla të fytyrës, ato kapërcimi i syve brenda kur proceson. Pastaj kishte thënë, nëse vi, nëse hyj në shtëpinë e tij, duhet të jem unë, jo versioni i qetë, jo versioni i kujdesshëm, unë, me gjithçka jam. Nuk dua të tjerën, kishte thënë Endri, dhe nëse nuk jam mjaftueshëm për ta, atëherë do t'ja tregojmë botës se ata gabojnë. Besa kishte parë dritaret, qielli bjasht, qytetin e zhurmshëm, jetën duke lëvizur. Kishte menduar rreth nënës, rreth babit që shërohej, rreth vëllezërve që studionin, rreth shtëpisë me çati të riparuar. Kishte menduar rreth librave dhe rreth ëndrave. Kishte menduar rreth asaj ditës kur kishte mbritur në qytet me çantën në shpinë dhe vendosmërinë si mburoj. Mirë, kishte thënë, do të vi. Shtëpia e familjes Dervishi ishte e madhe. Jo ostentative, por e qëndrueshme dhe ngrohtë, me kopsht ansor dhe dritare të mëdha. Kishte diçka të fortë te ajo shtëpi, reflektim i njeriut që e kishte ndërtuar. Besa kishte ardhur të dielën pasdite, me Endrin. Kishte veshur thjesht, jo uniformën, por robën e saj të zakonshme të dielës, të pastër, të dinjitetshme, pa pretendim. Kishte vendosur të mos ndryshonte asgjë nga vetja për të kënaqur pritshmërinë të dikujt, dhe kjo vendim kishte qenë i vetit të saj, i brendshëm dhe i fortë. Elira kishte hapur derën. Kishte parë Besën, atë vështrimin e parë, të shpejtë dhe të plot, të nënave inteligjente. Kishte thënë, mirë se erdhe, me atë tonin e saj të qetë. Nuk kishte qenë i ftohtë, kishte qenë i matur, por kishte ngrohtësi të vogël aty, si i flaka e parë e zjarrit, kur druri është akoma i lagur. Artan kishte qenë në dhomën e ndenjës, kishte ngritur kur kishin hyrë. Kishte parë Besën, dhe Besa e kishte parë atë. Kishin pasur kontaktin e syve, 2 njerëz fort, 2 karaktere të qarta, dhe kishte qenë çast vendimtar, pa një fjalë. Besa kishte thënë, faleminderit që më ftuat. Artan kishte thënë, ul këtu. Kishin pirë kafe. Elira kishte sjell me duart e saj, gjest i mogën, por i kuptimshëm.
Biseda kishte filluar me gjëra neutrale. Kishte pasur ato minutat e para kur askush nuk di si të fillojë të vërtetën. Pastaj Artan kishte pyetur Besën rreth familjes, rreth punës, rreth planeve, jo me ton të hetimit, me interes të vërtet, me vëmendjen e njeriut biznesman që vlerëson faktet. Dhe Besa kishte folur. Kishte treguar rreth familjes me sinqeritetin e saj karakteristik, jo me modestit e egzageruar, jo me turp, por me qartësi dhe me dinjitet. Kishte treguar rreth babit që shërohej, rreth vëllezërve, rreth planeve të saj, kursin online, ëndrrën për të studiuar kontabilitet ose biznes, aspiratën për të ndërtuar diçka me duart e saj. Artani kishte dëgjuar. Kishte qenë e dukshme se dëgjonte me vërtetësi. Ato sytë e tij inteligjent nuk kishin shfaqur indiferencë, por atë vlerësimin e heshtur të dikujt që njeh karakterin. Elira kishte pyetur rreth librave, kishte dëgjuar nga Endri, dhe biseda kishte lulëzuar papritur mes dy grave. Besa kishte folur me gjallëri rreth historisë dhe leximit, dhe Elira kishte dëgjuar me buzëqeshje të vërtet, e kënaqur. Endri kishte parë të gjithë këtë dhe kishte ndjerë diçka si lehtësi, e vogël, e brisht, por e gjallë. Kur Besa dhe Endri ishin larguar, Artan dhe Elira kishin qëndruar të ulur heshtazi për pak kohë. Pastaj Elira kishte thënë: "Çfarë mendon?" Artan kishte marrë frymë thellë. "Mendoj se ajo vajzë është ndoshta njeriu me më shumë karakter që kam takuar gjatë shumë kohësh." Elira e kishte parë. Dhe mendoj, kishte heshtur sërish. Mendoj rreth asaj çfarë kam thënë për bazat e forta, rreth fakteve dhe punës. Kishte parë duart e tij, duart që kishin punuar, duart që kishin ndërtuar. Nuk ka pasur asnjë nënë e babi madh pas asaj vajze. Ka ardhur vetëm dhe ka ndërtuar. Kishte ngritur syt tek Elira. Si unë. Elira nuk kishte thënë asgjë. Kishte kapur dorën e burrit të saj dhe kishte qëndruar kështu. Por një moment ngrohtësie nuk mjafton të ndryshoj sezonin. Javët pas vizitës kishin qenë komplekse. Artan nuk kishte dhënë as miratim as refuzim të qartë. Kishte qëndruar në atë terren të ndërmjetëm të heshtur, ku gjërat përpunohen ngadalë dhe ku jashtë duket qetësi, por brenda ka lëvizje të mëdha. Kishte pasur edhe presion të jashtëm, njerëzit e bisedave, partnerët me komente, kushërinjt me mendime. Kishte qenë ajo muaj të vështirë ku Endri kishte ndjerë se po balanconte mbi tel. Nga njëra anë, Besa dhe e vërteta e zemrës, nga ana tjetër, familja dhe dashuria për ta. Besa kishte parë largësinë e re në Endri, jo largësinë emocionale, por shtypjen e atij njeriu që mban peshë. Kishte thënë një ditë: "Nëse kjo peshon shumë, thuam, nuk do të të gjykoj." Endri kishte parë me diçka pothuajse të dhimbshme në sy. "Nuk është pesha e ty, je pjesa e vetme e gjithë kësaj që nuk peshon." Por kishte ndodhur edhe diçka tjetër. Besa kishte marrë lajm nga familja se situata financiare ishte stabilizuar. Babai i shërohej mirë, vëllai i mesëm kishte marrë bursë të vogël shkollore dhe nëna kishte gjetur pak punë shtesë. Ishte lajm i mirë dhe kjo mirëqenie kishte çliruar Besën nga ajo ndjesia e ngutit financiar që kishte mbajtur mbi supe pa e treguar. Kishte ndjerë për herë të parë pas kohësh se mund të mendonte jo vetëm rreth nesër, por rreth ardhshmes. Kishte shkruar një letër të gjatë nënës, kishte treguar gjithçka, Endrin, familjen e tij, situatën, ndjenjat. Kishte shkruar me dorën e saj të qëndrueshme dhe kishte pritur. Nëna e kishte kthyer: "Vajzë, njerëzit e mirë gjenden kudo, edhe në familje të pasura, edhe në familje të varfra. Nëse ky njeri të shikon si njeri, jo si trofe dhe jo si objekt mëshire, atëherë paratë e familjes së tij nuk janë problem. Problemi do të ishte nëse nuk të shikonte si duhet. Ti do ta dish, ti gjithmonë ke ditur." Ato fjalë, ti gjithmonë ke ditur, kishin rënë në zemrën e Besës si drita. Ishte nata kur gjithçka arriti pikën kulminante. Artan Dervishi kishte organizuar darkë familjare, jo me të ftuarit, jo me partnerët, vetëm familja, thjesht ata katër, ai, Elira, Endri dhe, kjo kishte qenë ftesa e tij, Besa. Kur Endria kishte treguar ftesën Besës, ajo kuptoi, kjo ishte darkë e zakonshme, kjo ishte vendimi. Kishin ardhur. Darka kishte qenë e qetë fillimisht, Elira kishte gatuar vetë,
gjesti mbadh dhe i qëllimshëm i ngrostësisë, dhe kishin folur rreth gjërave të ndryshme. Besa kishte ndihmuar me tryezën, jo nga detyrimi, por nga natyra e saj, dhe Elira e kishte vënë re. Pas darke, kur kishin mbaruar dhe Elira kishte marrë pjatat, Artan kishte thënë: "Dua të flas." Kishte heshtia e madhe, ajo heshtia kur gjithçka ndalet dhe pret. Artani kishte parë Besën, kishte pasur diçka të ndryshuar te shprehja e tij nga takimet e mëparshme, kishte hequr shtresën e mbrojtjes, kishte lënë diçka njerëzore të dalë. "Vajz," kishte thënë, dhe zëri i tij kishte qenë i ulët dhe i vërtet. "Kam menduar shumë, kam luftuar me veten, dhe dua të jesh e ndershme me mua kësaj radhe siç ke qenë gjithmonë." "Fol," kishte thënë Besa. "Kam pasur paragjykime, jo nga yretja, nga frika. Frika e prindit për birin e tij, frika e njeriut që ndërtoi gjithçka dhe nuk dëshiron ta shoh duke u shpërbër." Kishte heshtur. "Por kam bërë gabim. Kam parë pozitën, jo personin, dhe kjo ishte gabim i madh." Endri kishte ngjerë frymëmarrjen e tij po bëhej ngadalë. Artani kishte vazhduar: "Kur isha i ri, pera se të kisha asgjë, kishte njerëz që nuk m'japnin dorën sepse nuk isha i duhuri, sepse nuk kisha emër as pasuri, dhe betova se nëse arrihet një ditë, nuk do ta bëja kurrë atë gjë, nuk do ta gjykoja njeriu nga ajo çfarë ka, por nga ajo çfarë është." Kishte gritur syt, ato syt inteligjent, tani pak të lagët. "E harrova atë betim, dhe biri im dhe ti ma kujtuat." Dhoma kishte qenë e heshtur plotësisht. "Nuk të kërkoj falje si fjalë boshe, po të kërkoj falje si njeri që ka gabuar ndaj teje, jo duke të bërë keq drejt për drejt, por duke mos të parë si duhet." Kishte kthyer kokën tek Endri. "Dhe po të them birit im, ke zgjedhur mirë, ke parë diçka që unë isha duke humbur." Pastaj kishte ndodhur gjëja e papritur, gjëja që askush nuk e kishte pritur dhe që të gjithë do ta mbanin mend. Artan Dervishi, njeriu i fortë, njeriu i vendosur, njeriu pas murit të hekurt, kishte qarë. Jo shumë, vetëm 2 pikla, të shpejta, fshirë me njëherë, por ato pikla kishin peshën e gjithë luftës së brendshme të atyre muajve. Besa kishte ndjerë diçka të çante brenda, jo triumf, por diçka shumë më komplekse dhe më të thellë. Kishte ndjerë dhe mësuri për atë njeri. Mund ta donte ose ta urente, por kishte zgjedhur të kuptonte. Kishte parë nën dhe birin, kishte parë dashurinë e atij babai edhe kur shfaqej në forma të gabuara. Dhe kishte ndjerë se fjalimi i tij nuk ishte kapitullim, ishte ndershmëri. Kishte thënë: "Faleminderit, jo vetëm për fjalët, por për sinqeritetin." Kishte heshtur. "Edhe unë kam pasur paragjykime rreth njerëzve me pasuri. Mendoja se janë të gjithë një lloj, se paratë ndryshojnë zemrën, por ju 3, me gjithë vështirësitë e kësaj periudhe, keni treguar se jo." Elira kishte qeshur pak, qeshje e qetë, e lehtë, si dikush të cilit i ngrihet pesha. Endri kishte parë baban, pastaj Besën, pastaj baban sërish. Kishte ndjerë se diçka brenda dhomës kishte ndryshuar përfundimisht, jo si magjia e filmave, por si ajo ndryshim real dhe gradual i rënd, si guri që lëviz dal nga dal, por lëviz. Muajt që pasuan nuk ishin pa vështirësi, nuk kishte fund magjik ku gjithçka rregullohet me njëherë. Kishte ende njerëz që flisnin, kishte ende komente, kishte edhe partner biznesi të Artanit që kishin rezerva, por Artan Dervishi kishte bërë diçka karakteristike. Kishte vendosur, dhe kur Artan vendos, nuk lëkund. Kishte prezantuar Besën, jo me sqarime, jo me justifikime, por me atë thjeshtësinë absolute të dikujt që nuk i kërkon leje askujt. Nëse dikush kishte pyetur, kishte thënë: "Vajzë e mrekullueshme, njeriu i birit tim." Pika. Kjo kishte qenë mjaftueshme. Besa kishte vazhduar punën e saj, por tani me ndryshim. Kishte nisur studimet e mbrëmjes, kishte regjistruar në kursin e kontabilitetit me orë të plota. Endri e kishte mbështetur, jo financiarisht fillimisht, sepse Besa nuk kishte pranuar para, por me mënyrat e tjera, me kohë, me inkurajim, me atë praninë e palëkundshme. Kishim pasur mbrëmje të shumta kur kishte studiuar me librat e hapur mbi tryezë dhe Endri kishte punuar krahas me kompjuterin e tij. 2 njerëz të ndryshëm me rrugë të ndryshme, duke ecur njëkohësisht. Kishte qenë diçka e qetë dhe e bukur të ato mbrëmje, jo filmi romantik i muzikës dhe vallëzimit,
por realiteti i ndërtimit të diçkaje të vërtet. Familja e Besës kishte ardhur të visite. Nëna, babai i shëruar, vëllezrit. Kishte qenë takim i thjesht dhe i nxehtë njëkohësisht. Kasëm Krasniqi, babai i Besës, me duart e punëtorit dhe me sytë e njeriut që ka parë shumë, kishte takuar Endrin dhe kishte parë gjatë me atë vlerësimin e drejtpërtdrejtë të njeriut të thjesht. Kishte pyetur Endrin: "Ti e do vajzën time?" "Po," kishte thënë Endri thjesht. "Dhe e di se ajo s'ka asgjë materiale t'i sjell. Ka gjithçka që ajo vlen," kishte thënë Endri. Kasëmi kishte heshtur, pastaj kishte shtrirë dorën. Kishte qenë dorë shtrëngimi thjesht i dy burrave, por kishte brenda atij gesti gjithë trazmtin dhe gjithë besimin. Nazmia, nëna e Besës, kishte qarë pa u turpëruar. Kishte qarë dhe kishte qeshur njëkohësisht, siç bëjnë nënat kur shohin vajzat e tyre të lumtura. Kishte kapur faqen e Besës me duart e saj, duart e forta dhe shëruara nga puna, dhe kishte thënë: "Mirë vajzë, mirë." Kur dy familjet ishin ulur bashk, dervishët dhe krasniqët, shtëpia e madhe dhe shtëpia e vogël, qyteti dhe fshati, kishte pasur moment çuditërisht natyral. Jo teatri, jo performancë, dy familje njerëzish real, me histori të ndryshme, duke gjetur gjuhën e përbashkët. Artan Dervishi dhe Kasëm Krasniqi kishin gjetur gjuhën e tyre. Të dy kishin kaluar vështirësi, të dy kishin punuar me duar, të dy kishin ndërtuar me djers. Kishin folur rreth punës, rreth ndërtimit, rreth jetës. Kishte qenë gjuha e njerëzve që njohin vlerën e punës. Elira dhe Nazmia kishin gjetur gjuhën e tyre. Të dyja kishin dashur familjet me sakrifica, të dyja kishin qenë shtyllat e qeta pas njerëzve të dukshëm. Kishin folur rreth fëmijëve, rreth kuzhinës, rreth gjërave të vogla dhe të mëdha njëkohësisht. Dhe vëllezërit e Besës, të rinj, të habitur nga gjithçka e madhe që shihnin, kishin gjetur Endrin shumë ndryshe nga çfarë imagjinonin. Kishte folur me ta si me barabart, kishte pyetur rreth shkollës dhe interesave, kishte treguar me humor disa gjëra nga studimet e veta. Kishin qeshur, kishte qenë ajo qeshja e re e të rinjve, e lirë dhe pa llogari. Besa kishte qëndruar në njërin këmbë dhe kishte parë të gjithë këtë. Kishte parë dy botë duke u takuar jo me konflikt, por me kureshtje dhe me mirë besim. Kishte ndjerë diçka aq të madhe dhe aq të thjesht njëkohësisht. Kishte ndjerë se kishte arritur diçka, jo diçka materiale, por diçka shumë më të vërtet. Kishte qëndruar e vetën ndaj gjithçkaje dhe bota kishte lëvizur para saj. Endri e kishte parë nga largësia, me atë vështrimin e dashurisë, me atë buzëqeshjen e ngushtë të dikujt që di se gjithçka ka shkuar si duhej. Kishte ardhur pranë saj dhe kishte thënë me zë të ulët: "Si ndihesh?" Besa kishte parë dy familjet, kishte dëgjuar zërat dhe qeshjet, pastaj kishte thënë me atë qetësinë e saj: "Ndihem e plot." Por historia nuk mbaroi atje. Kishte akoma diçka që Artan Dervishi kishte mbajtur për veten, diçka që nuk e kishte treguar asnjë ende, dhe kur e zbuloi, ndryshoi çdo gjë, jo vetëm emocionalisht, por edhe material. Kishte qenë vav pas takimit të familjeve, kur Artan kishte thirrur Endrin vetëm, jo me tonin e babait të shqetësuar, por me tonin e njeriut biznesman me vendim të pjekur. U ula bashkë me avokatin, kishte thënë, dhe bëra ndryshim. Endri kishte pritur. Kompania, e gjitha kompania, do të ndahet ndryshe, jo vetëm tek ti. Dua të krijojmë fond investimi për bursë, për fëmijë nga familje me pak mundësi, me emrin e familjes Dervishi. Kishte heshtur. Por me idenë e Besës. Ajo vajzë që ka ardhur vetëm dhe ka bërë gjithçka vetë, ka treguar diçka. Njerëzit me karakter duhet të kenë mundësi, jo dhurat, mundësi. Endri kishte mbetur pa fjalë. Dhe gjë tjetër, kishte vazhduar Artani, kur Besa të mbaroj studimet, nëse dëshiron, ka vend në kompani. Jo si favor, si talent. Kam parë mendjen e asaj vajze dhe nuk dua ta humbas kompania. Kjo kishte qenë ky vendim i dyfisht, personal dhe profesional njëkohësisht, vendimi i madh i Artanit. Jo vetëm pranimi i Besës si nuse e mundshme e birit, por transformimi i tij i plot, nga njeriu që kishte harruar nga kishte ardhur, tek njeriu që e bën harrimin të pamundur për të tjerët. Kur Endri ja kishte treguar Besës, ajo kishte qëndruar e qetë për kohë të gjatë. Pastaj kishte thënë: "Ai njeri ka kaluar luftë të madhe brenda." "Po," kishte thënë Endri. "Dhe ka dalë si njeri më i mirë." "Po,"
Besa kishte parë jashtë dritares. Kjo është gjëja e rrallë. Njerëzit rrallë ndryshojnë vërtet. Rrallë shohin gabimin dhe ndreqin. Kishte kthyer sytë tek Endri. Familja jote është e jashtëzakonshme, jo sepse janë të pasur, por sepse kanë zemër. Kohë kishte kaluar. Besa kishte mbaruar, njeriu me të gjithë peshën e tij, dhe kishte vendosur diçka. Do t'i thoshte të vërtetën. Jo nga bravuri, jo nga naiviteti, por sepse e vërteta ishte gjëja e vetme që kishte vlerë në atë moment. Po, kishte thënë Besa, por dashuria nuk është arsye e mjaftueshme për të shkatruar gjithçka, dhe nuk dua të jem arsyeja pse Endri humbet familjen e tij. Artan Dervishi e kishte vëzhguar me atë qetësinë e tij të ngarkuar. Pastaj kishte thënë diçka të papritur. Ti je njeri i ndershëm. Besa nuk kishte folur. E di çfarë jam duke bërë, kishte vazhduar Artani me zë të ulët, po vi tek ti sepse mendimet e mia rreth kësaj çështjeje janë duke u ndryshuar dhe nuk i ndryshoj dot plotësisht nëse nuk të njoh ty. Kishte heshtur. Biri im është ndryshuar dhe kam parë shumë ndryshime tek ai gjatë jetës. Ka qenë i lumtur, i mërzitur, i suksesshëm, i humbur, por ndryshimi i fundit muajve nuk e kam parë kurrë. Besa kishte ndëgjuar. Artan Dervishi nuk kërkon falje lehtë, kishte thënë ai, por do të them kaq. Vi jo me vendim, por me pyetje. Dhe pyetja ime është kjo. Nëse ti ke zemër dhe mendje si duket, pse të mos e tregosh atë botës? Jo si pastruese e kompanisë sime, por si ti. Kishte qenë diçka kaq e ndërlikuar dhe kaq e thjeshtë njëkohësisht. Jo pranim, jo refuzim, por thirrje e çëditshme drejt autenticitetit. Besa kishte thënë, jam duke u treguar, çdo ditë jam unë. Artani kishte parë gotën, pastaj kishte thënë, e di. Dhe aty kishte ndodhur diçka në fytyrën e tij, diçka shumë e vogël, pothuajse e padukshme, si muri i parë i goditur nga vala. Por bota nuk ndryshon me një takim, dhe familja nuk ndryshon me një bisedë. Ditët pas takimit mes Artanit dhe Besës ishin plot tension. Artani nuk kishte thënë asgjë tek Endri rreth takimit, as Endri nuk e dinte, por diçka kishte lëvizur heshtazi, si termeti në ndet. Nuk e ndjen sipas, por dallgët vinë. Familja Zeqiri kishin dëgjuar edhe ata, siç ndodh gjithmonë në qarqet e ngushta ku lajmet udhtojnë të pakërkuara. Ishin tërhoqur me dinjitet nga diskutimet e mundshme për aleancë, jo me skandal, por me atë heshtjen kuptim plot të njerëzve të edukuar që nuk shfaqin zhgënjimin hapur. Kjo kishte qenë goditje tjetër për Artan Dervishi, jo vetëm personale, por edhe biznesi. Kur Artani i kishte treguar kësaj radhe e liras, kishte treguar takimin me Besën, kishte treguar fjalët e saj, kishte treguar ndjesinë e tij, Elira kishte ndigjuar me durim. Pastaj kishte thënë, dhe çfarë ke ndjer? Artani kishte qëndruar gjatë. Kam ndjer diçka që nuk e prisja. Kam ndjer se ajo vajzë ka diçka të vërtet. Artan, kishte thënë Elira me butësi, unë e di diçka rreth vajzave të forta nga familje të vështira. Edhe unë kam qenë e tillë e vogël. Artani e kishte parë me befasi. Kishte harruar, ose ndoshta kishte shtyrë mënjan, faktin se Elira vet kishte ardhur nga familje me pak kur e kishte njohur Artanin. Kishte qenë e re, e bukur e me karakter, dhe Artani i ri kishte parë atë, jo familjen. Kishte kaluar koha dhe kishin ndërtuar gjithçka bashk, dhe ndisi, ai kishte filluar të mendojë se familja e duhur ishte kushti i fillimit, jo rezultati i rrugës. Elira, kishte nisur Artani. Mos thuaj asgjë tani, vetëm mendoje. Ndërkohë, jashtë shtëpisë Dervishi, presioni social po rritej. Njerëzit flisnin, miqt, partnerët, njohnorët. Kishte atë lloj thashëthemi të butë që bota e pasur e kultivon me elegancë, jo akuza të hapura, por buzëqeshje specifike, pyetje të oblikua, shfaqje interesi të egzageruara. Dëgjuam se Endri ka bërë zgjedhje interesante. Fjalë të tilla, me tonin e tyre, ishin mjaft. Endri i kishte injoruar me durim, por kishte qenë e mundimshme, jo sepse i lëndonte opinionet e tyre, por sepse ato lëndojnë ata që i donte, babain, nënën. Kishte pasur darkë familjare ku të gjithë kishin qenë të sjellshëm dhe heshtja kishte qenë e rëndë si beton.
Kishte pasur telefonata nga kushërinjt me fjalë të matura dhe qëllime të qarta. Kishte pasur takime biznesi ku Artan kishte paraqitur fytyrën e tij profesionale, por mbrëmja kishte ardhur shtëpi me lodhjen e dikujt që lufton luftën e brendshme. Endri e kishte parë baban duke u plakur pak çdo ditë të asaj periudhe, dhe kjo e kishte dhëmbur, jo nga fajtësia, por nga dashuria, sepse nuk donte të lëndonte baban e tij, donte që të dyja gjërat të ishin të mundshme, besa dhe familja e tij. Por bota nuk ofron gjithmonë zgjidhjet e dëshiruara. Mes gjithë kësaj stuhie, kishte një vend të qetë, orët me besën. Jo ndërtesa, nuk ishin takuar në ndërtesë po aq gjatë asaj periudhe, sepse besa vet kishte dashur të ruante distancën profesionale, ndërkohë që situata ishte e nxehtë. Por ishin takuar jashtë, ato takime të thjeshta, kafenet e qeta, rrugët e lira, parqet ku flitej lirshëm. Dhe atje, larg presionit, kishte diçka e pastër dhe e vërtet mes tyre. Endri kishte parë besën në shumë ngjyra gjatë asaj kohe. Kishte parë qetësinë e saj të fortë kur fliste rreth vështirësive. Kishte parë gëzimin e saj të fëmijërishëm kur diskutonte libra ose ide interesante. Kishte parë dhimbjen e fshehur kur fliste rreth familjes larg. Kishte parë vendosmërinë e saj kur merrte vendime. Kishte parë edhe frikën e saj, dhe kjo kishte qenë gjëja më e çmuar, sepse besa e fshihte frikën mirë. Por tek Endri kishte filluar ta tregonte pak. Ato momentet kur thoshte me zë të ulët, nuk di çfarë vjen pas, ose kam frikë se po bëj gabim, dhe ato konfesime të vogla kishin thellësinë e besimit të madh. Endri kishte kuptuar gjatë asaj kohe se dashuria nuk ishte ajo ndezja e parë, ajo tronditja e parë. Ato ishin fillimi. Dashuria ishte kjo, njohja e dikujt në të gjitha ngjyrat e tyre, duke parë edhe skajet e errta dhe duke zgjedhur sërish. Kishte zgjedhur sërish çdo ditë. Një mbrëmje, duke ecur në rrugën e lirë të qytetit, Besa kishte ndalur para një vitrine librash dhe kishte parë një titull që e kishte kënaqur. Kishte buzëqeshur me atë buzëqeshjen e saj të rrallë, të plot, të paprovuar. Endri e kishte parë atë buzëqeshje dhe kishte ndier diçka aq të thjeshtë dhe aq absolute. Donte ta shikonte atë buzëqeshje çdo ditë, për tëra jetën. Kishte thënë kështu, me fjalë të thjeshta. Kishte thënë, dua ta shoh këtë buzëqeshje çdo ditë. Besa kishte kthyer kokën dhe e kishte parë. Kishte në sytë e saj atë luftën e njohur, arsyeja kundër hemrës. Por kësaj here hemra kishte humbur pak vonë. Kishte thënë, Endri, nëse kjo shkon drejt, nëse babai yt nuk pajtohet, çfarë do të bësh? Do të qëndroj me ty, jo kundër familjes time. Nuk dua konflikt, nuk dua ndarje, dua t'i bind, jo t'i shpërfill, por nëse nuk binden, do të qëndroj sërish. Ky është çmimi i madh, kishte thënë Besa. Di, por ke vlera të çmim. Besa kishte parë tutje, kishte marrë frym thellë, dhe pastaj kishte thënë diçka që kishte mbajtur brenda gjatë. Edhe unë të dua. E di se nuk duhet ta them, e di se komplikon gjithçka, por është e vërteta dhe nuk mund ta mbaj. Ato fjalë kishin rënë në heshtjen e rrugës si muzikë, të papritura dhe nevojshme njëkohësisht. Nuk dihej kush e kishte fotografuar, ndoshta dikush i rastësishëm, ndoshta dikush me qëllim, nuk kishte rëndësi. Rezultati kishte qenë i njëjtë. Fotografia e Endrit dhe Besës duke ecur nëpër qytet, duke qeshur, kishte qarkulluar në rrjete sociale dhe kishte arritur tek sytë e njerëzve të shumt, me komente dhe me supozime, dhe me atë energjinë e egër të turbullirës online. Artan Dervishi e kishte parë fotografin nga njëri prej miqve biznesor, i dërguar me koment të shkurtër. Çfarë po ndodh me djalin? Kishte qenë si guri i fundit në ramp, jo ai që shpërthen murin, por ai që tregon se muri i arritur kufirin e rezistencës. Kishte thirrur Endrin, kishte qenë mëngjesi herët, dhe Artan kishte qenë në zyrën e tij të shtëpisë, me telefonin mbi tavolinë dhe me fytyrën e mbyllur. Eja, kishte thënë vetëm kaq. Endri kishte ardhur dhe e kishte gjetur baban me fotografinë e shfaqur mbi ekranin e madh. Kishte parë dhe nuk kishte shpjeguar. Çfarë do të thotë kjo? Kishte pyetur Artani. Thot, qa duket, kishte thënë Endri. Kishte tension të madh në atë dhomë, dy njerëz fort, dy vullnete të hekurt, gjaku i njëjtë. Artani kishte bërë diçka i papritur, kishte ngritur nga karrigja, kishte shkuar te dritarja, kishte parë qytetin poshtë, lëvizja e njëjtë që bënte Endri kur mendonte thellë, gjaku i njëjtë, me të vërtetë. E di, kishte thënë Artani me shpinë nga Endri. Kur fillova biznesin tim, njerëzit më kanë thënë se nuk ja vlen, që jemi pak,
që nuk kemi kapital, që nuk njohim njerëz, dhe unë i kam injoruar, jo nga arroganca, nga besimi. Heshti, ti ke atë besim, e njoh, sepse është e imja. Endri kishte dëgjuar, pa folur. Por dallimi midis nesh, kishte vazhduar Artan, është se biznesin tim e kam ndërtuar mbi tokë të fortë, mbi fakte, mbi punë, mbi gjëra reale. Kishte kthyer kokën. A e njoh mirë atë vajzë? A e njeh mirë ti? E njoh aq mirë sa kam njohur ndonjëherë dikë, kishte thënë Endri. Artan kishte parë birin gjatë. Atëherë, sill atë shtëpi. Familja ta njoh. Jo si provë, jo si gjyq, si respekt. Endri kishte qëndruar i befasuar. Kjo nuk kishte qenë çfarë priste. Bab, mos thuaj asgjë tani. Sill atë shtëpi. Kur Endri kishte treguar Besës, ajo kishte qëndruar e heshtur për kohë të gjatë. Kishin qenë të ulur në kafenen e tyre të zakonshme, dhe Endri kishte treguar bisedën, fjalë pas fjale, dhe Besa kishte dëgjuar me atë vëmendjen e plot karakteristike të saj. Pastaj kishte thënë, ai nuk tha se pajtohet. Jo, kishte pranuar Endri, por tha të vish. Ka ndryshim të madh mes eja dhe mirë se erdhe. E di, por është hap i parë. Besa kishte parë gotën e kafes, kishte menduar, kishte parë se si mendonte, ato lëvizjet e vogla të fytyrës, ato kapërcimi i syve brenda kur proceson. Pastaj kishte thënë, nëse hy në shtëpinë e tij, duhet të jem unë, jo versioni i qetë, jo versioni i kujdesshëm, unë, me gjithçka jam. Nuk dua të tjerën, kishte thënë Endri, dhe nëse nuk jam mjaftueshëm për ta, atëherë do t'ja tregojmë botës se ata gabojnë. Besa kishte parë dritaret, qiellin jashtë, qytetin e zhurmshëm, jetën duke lëvizur. Kishte menduar rreth nënës, rreth babit që shërohej, rreth vëllezërve që studionin, rreth shtëpisë me çati të riparuar. Kishte menduar rreth librave dhe rreth ëndrave. Kishte menduar rreth asaj ditës kur kishte mbërritur në qytet me çantën në shpinë dhe vendosmërinë si mburoi. Mirë, kishte thënë, do të vi. Shtëpia e familjes Dervishi ishte e madhe, jo ostentative, por e qëndrueshme dhe e ngrohtë, me kopësht ansor dhe dritare të mëdha. Kishte diçka të fortë te ajo shtëpi, reflektim i njeriut që e kishte ndërtuar. Besa kishte ardhur të dielën pasdite, me Endrin. Kishte veshur thjesht, jo uniformën, por rrobën e saj të zakonshme të dielës, të pastër, të dinjitetshme, pa pretendim. Kishte vendosur të mos ndryshonte asgjë nga vetja për të kënaqur pritshmërinë e dikujt, dhe kjo vendim kishte qenë i vetin i saj, i brendshëm dhe i fortë. Elira kishte hapur derën, kishte parë Besën, atë vështrimin e parë, të shpejtë dhe të plot, të nënave inteligjente. Kishte thënë, mirë se erdhe, me atë tonin e saj të qetë. Nuk kishte qenë i ftohtë, kishte qenë i matur, por kishte pasur ngrohtësi të vogël aty, si flaka e parë e zjarit, kur druri është akoma i vagur. Artan kishte qenë në dhomën e ndenjës, kishte ngritur kur kishin hyrë, kishte parë Besën dhe Besa e kishte parë Artan. Kishin pasur kontaktin e syve, dy njerëz fort, dy karaktere të qarta, dhe kishte qenë çast vendimtar pas një fjalë. Besa kishte thënë, faleminderit që më ftuat. Artani kishte thënë, ul këtu. Kishin pirë kafe. Elira kishte bërë, kishte sjell me duart e saj, gjest i vogël por i kuptimshëm. Biseda kishte filluar me gjëra neutrale, kishte pasur ato minutat e para ku askush nuk di si të fillojë të vërtetën. Pastaj, Artani kishte pyetur Besën rreth familjes, rreth punës, rreth planeve, jo me ton të hetimit, me interes të vërtet, me vëmendjen e njeriut biznesmeni që vlerëson faktet. Dhe Besa kishte folur, kishte treguar rreth familjes me sinqeritetin e saj karakteristik, jo me modesti të egzageruar, jo me turp, por me qartësi dhe me dinjitet. Kishte treguar rreth babit që shërohej, rreth vëllezërve, rreth planeve të saj, kursin online, ëndrrën për të studiuar kontabilitet ose biznes, aspiratën për të ndërtuar diçka me duart e saj. Artane kishte dëgjuar, kishte qenë e dukshme se dëgjonte me vërtetësi. Ato sytë e tij inteligjent nuk kishin shfaqur indiferencë, por atë vlerësimin e heshtur të dikujt që njeh karakterin. Elira kishte pyetur rreth librave, kishte dëgjuar nga Endri, dhe biseda kishte lulëzuar papritmas mes dy grave. Besa kishte folur me gjallëri rreth historisë dhe leximit, dhe Elira kishte dëgjuar me buzëqeshje të vërtet, e kënaqur. Endri kishte parë të gjithë këtë dhe kishte ndjerë diçka si lehtësi, e vogël, e brisht, por e gjallë.
Kur Besa dhe Endri ishin larguar, Artan dhe Elira kishin qëndruar heshtur për pak kohë. Pastaj Elira kishte thënë: "Çfarë mendon?" Artani kishte marrë frym thellë. "Mendoj se ajo vajzë është ndoshta njeriu me më shumë karakter që kam takuar gjatë shumë kohe." Elira kishte parë atë dhe kishte heshtur sërish. Mendoi rreth asaj çfarë kam thënë për bazat e forta, rreth fakteve dhe punës. Kishte parë duart e tij, duart që kishin punuar, duart që kishin ndërtuar. Kishte ngritur syt tek Elira. Nuk ka pasur asnjë nënë e babi madh mbas asaj vajze. Ka ardhur vetëm dhe ka ndërtuar, si unë. Elira nuk kishte thënë asgjë. Kishte kapur dorën e burrit të saj dhe kishte qëndruar kështu. Por një moment ngrohtësie nuk mjafton të ndryshoj sezoni. Javët pas vizitës kishin qenë komplekse. Artan nuk kishte dhënë as miratim, as refuzim të qartë. Kishte qëndruar në atë terren të ndërmjetëm të heshtur, ku gjërat përpunohen ngadalë dhe ku jashtë duket qetësi, por brenda ka lëvizje të mëdha. Kishte pasur edhe presion të jashtëm, njerëzit e bisedimeve, partnerët me komente, kushërinjt me mendime. Kishte qenë ajo muaj të vështirë ku Endri kishte ndjerë se po balanconte mbi tel, nga njëra anë Besa dhe vërteta e zemrës, nga ana tjetër familja dhe dashuria për ta. Besa kishte parë largësinë e re në Endri, jo largësinë emocionale, por shtypjen e atij njeriu që mban pesh. Kishte thënë një ditë: "Nëse kjo peshon shumë, thuam, nuk do të të gjykoj." Endri kishte parë me diçka pothuese të dhimbshme në sy. "Nuk është pesha e ty, je pjesa e vetme e gjithë kësaj që nuk peshon." Por kishte ndodhur edhe diçka tjetër. Besa kishte marrë lajm nga familja se situata financiare ishte stabilizuar. Babai shërohej mirë, vllai i mesëm kishte marrë bursë të vogël shkollore dhe nëna kishte gjetur pak punë shtesë. Ishte lajm i mirë dhe kjo mirëqenie kishte çliruar Besën nga ajo ndjesia e ngutit financiar që kishte mbajtur mbi supe po e treguar. Kishte ndjerë, për herë të parë pas kohësh, se mund të mendonte jo vetëm rreth nesër, por rreth ardhshmes. Kishte shkruar një letër të gjatë nënës. Kishte treguar gjithçka: Endrin, familjen e tij, situatën, ndjenjat. Kishte shkruar me dorën e saj të qëndrueshme dhe kishte pritur. Nëna e kishte kthyer: "Vajz, njerëzit e mirë gjenden kudo, edhe në familje të pasura, edhe në familje të varfëra. Nëse ky njeri të shikon si njeri, jo si trofe dhe jo si objekt mëshire, atëherë paratë e familjes së tij nuk janë problem. Problemi do të ishte nëse nuk të shikonte si duhet. Ti do ta dish, ti gjithmonë ke ditur." Ato fjalë, "ti gjithmonë ke ditur", kishin rënë në zemrën e Besës si drita. Ishte nata kur gjithçka arriti pikën kulminante. Artan Dervishi kishte organizuar darkë familjare, jo me të ftuarit, jo me partnerët, vetëm familja, thjesht ata katër: ai, Elira, Endri dhe kjo kishte qenë ftesë e tij, Besa. Kur Endria kishte treguar ftesën Besës, ajo kishte kuptuar: kjo nuk ishte darkë e zakonshme, kjo ishte vendimi. Kishin ardhur. Darka kishte qenë e qetë fillimisht, Elira kishte gatuar vetë, gjesti i madh dhe i qëllimshëm i ngrohtësisë dhe kishin folur rreth gjërave të ndryshme. Besa kishte ndihmuar me tryezën, jo nga detyrimi, por nga natyra e saj, dhe Elira kishte vënë re. Pas darkës, kur kishin mbaruar dhe Elira kishte marrë pjatat, Artan kishte thënë: "Dua të flas." Kishte pasur heshtja e madhe, ajo heshtja kur gjithçka ndalet dhe pret. Artan kishte parë Besën. Kishte pasur diçka të ndryshuar te shpreha e tij nga takimet e mëparshme. Kishte hequr stresën e mbrojtjes, kishte lënë diçka njerëzore të dalë. "Vajz," kishte thënë, dhe zëri i tij kishte qenë i ulët dhe i vërtet. "Kam menduar shumë, kam luftuar me veten, dhe dua të jesh e ndershme me mua edhe kësaj radhe, siç ke qenë gjithmonë." "Fol," kishte thënë Besa. "Unë kam pasur paragjykime, jo nga urrejtja, nga frika. Frika e prindit për birin e tij. Frika e njeriu që ka ndërtuar gjithçka dhe nuk dëshiron ta shoh duke u shpërbër." Kishte heshtur, "Por kam bërë gabim, kam parë pozitën, jo personin, dhe kjo ishte gabim i madh." Endri kishte ndjerë frymëmarrjen e tij po bëhej ngadalt. Artan kishte vazhduar: "Kur isha i ri, para se të kisha asgjë, kishte njerëz që nuk më jepnin dorën sepse nuk isha i duhuri, sepse nuk kisha emër as pasuri, dhe betova se nëse arrihet një ditë, nuk do ta bëja kurrë të njëjtën gjë. Nuk do ta gjykoja njeriu nga ajo çfarë ka, por nga ajo çfarë është." Kishte ngritur syt, ato syt inteligjent tani pak të lagët. "E harrova atë betim, dhe biri im dhe ti ma kujtuat." Dhoma kishte qenë e heshtur plotësisht. "Nuk të kërkoj falje si fjalë boshe, po të kërkoj falje si njeri që ka gabuar ndaj teje, jo duke të bërë keq drejt për drejt, por duke mos të parë si duhet." Kishte kthyer kokën nga Endri. "Dhe po të them biri tim, ke zgjedhur mirë, ke parë diçka që unë isha duke humbur."
Pastaj kishte ndodhur gjëja e papritur, gjëja që askush nuk e kishte pritur dhe që të gjithë do ta mbanin mend. Artan Dervishi, njeriu i fortë, njeriu i vendosur, njeriu pas murit të hekurt, kishte qarë. Jo shumë, vetëm 2 piklla, të shpejta, fshirë me njëherë, por ato piklla kishin peshën e gjithë luftës së brendshme të atyre muajve. Besa kishte ndjerë diçka që çante brenda, jo triumfi, por diçka shumë më komplekse dhe më të thellë. Kishte ndjerë dëmshuri për atë njeri, mund ta donte ato ta urrej, por kishte zgjedhur të kuptonte. Kishte parë nënën dhe birin, kishte parë dashurinë e atij babai edhe kur shfaqet në forma të gabuara, dhe kishte ndjerë se fjalimi i tij nuk ishte kapitullim, ishte ëndërshmëri. Kishte thënë: "Faleminderit, jo vetëm për fjalë, por për sinqeritetin." Kishte heshtur. Edhe unë kam pasur paragjykime rreth njerëzve me pasuri. Mendoja se janë të gjithë një lloj, se parat ndryshojnë zemrën, por ju pre, me gjithë vështirësitë e kësaj periudhe, keni treguar se jo. Elira kishte qeshur pak, qeshje e qetë, e lehtë, si dikush që i ngrihet pesha. Endri kishte parë baban, pastaj Besën, pastaj baban sërish. Kishte ndjerë se diçka brenda dhomës kishte ndryshuar përfundimisht, jo si magjia e filmave, por si ajo ndryshim real dhe gradual i rënd, siguri që lëviz dal ngadal, por lëviz. Muajt që pasuan nuk ishin pa vështirësi, nuk kishte fund magjik ku gjithçka rregullohet menjëherë. Kishte ende njerëz që flisnin, kishte ende komente, kishte edhe partner biznesi të Artanit që kishin rezerva. Por Artan Dervishi kishte bërë diçka karakteristike, kishte vendosur, dhe kur Artan vendos, nuk lëkund. Kishte prezantuar Besën, jo me sqarime, jo me justifikime, por me atë thjeshtësinë absolute të dikujt që nuk i kërkon leje askujt. Nëse dikush kishte pyetur, kishte thënë: "Vajze mrekullueshme, njeriu i birit tim." Pika. Kjo kishte qenë mjaftueshme. Besa kishte vazhduar punën e saj, por tani me ndryshim. Kishte nisur studimet e mbrëmjes, kishte regjistruar në kursin e kontabilitetit me orë të plota. Endri e kishte mbështetur, jo financiarisht fillimisht, sepse Besa nuk kishte pranuar para, por me mënyrat e tjera, me kohë, me inkurajim, me atë praninë e palëkundshme. Kishin pasur mbrëmje të shumta kur kishte studiuar me librat e hapur mbi tryezën dhe Endri kishte punuar krahas me kompjuterin e tij. 2 njerëz të ndryshëm, me rrugë të ndryshme, duke ecur njëkohësisht. Kishte qenë diçka e qetë dhe e bukur të ato mbrëmje, jo filmi romantik i muzikës dhe vallëzimit, por realiteti i ndërtimit të diçkaje të vërtetë. Familja e Besës kishte ardhur të vizitonte, nëna, babai i shëruar, vëllezrit. Kishte qenë takimi thjesht dhe i nxehtë njëkohësisht. Kasëm Krasniqi, babai i Besës, me duart e punëtorit dhe me sytë e njeriut që ka parë shumë, kishte takuar Endrin dhe e kishte parë gjatë, me atë vlerësimin e drejt për drejt të njeriut të thjeshtë. Kishte pyetur Endrin: "Ti e do vajzën time?" "Po," kishte thënë Endri thjesht. "Dhe e di se ajo s'ka asgjë materiale ti sjell?" "Ka gjithçka që ja vlen," kishte thënë Endri. Kasëm kishte heshtur, pastaj kishte shtrirë dorën. Kishte qenë dorështrëngimi i thjeshtë i 2 burrave, por kishte pasur brenda atij gesti gjithë trazistin dhe gjithë besimin. Nazmia, nëna e Besës, kishte qarë pa u turpëruar, kishte qarë dhe kishte qeshur njëkohësisht, siç bëjnë nënat kur shohin vajzat e tyre të lumtura. Kishte kapur faqen e Besës me duart e saj, duart e forta dhe të shëruara nga puna, dhe kishte thënë: "Mirë vajzë, mirë." Kur 2 familjet ishin ulur bashk, Dervishët dhe Krasniqët, shtëpia e madhe dhe shtëpia e vogël, qyteti dhe fshati, kishte pasur moment çuditërisht natyral. Jo teatri, jo performancë, 2 familje njerëzish real, me histori të ndryshme, duke gjetur gjuhën e përbashkët. Artan Dervishi dhe Kasëm Krasniqi kishin gjetur gjuhën e tyre. Të 2 kishin kaluar vështirësi, të 2 kishin punuar me duar, të 2 kishin ndërtuar me djers. Kishin folur rreth punës, rreth ndërtimit, rreth jetës. Kishte qenë gjuha e njerëzve që njohin vlerën e punës. Elira dhe Nazmia kishin gjetur gjuhën e tyre. Të 2 kishin dashur familjet me sakrifica, të 2 kishin qenë shtyllat e qeta pas njerëzve të dukshëm. Kishin folur rreth fëmijëve, rreth kuzhinës, rreth gjërave të vogla dhe të mëdha njëkohësisht. Dhe vëllezrit e Besës, të rinj, të habitur nga gjithçka e madhe që shihnin, kishin gjetur Endrin shumë ndryshe nga çfarë imagjinonin.
kishte folur me ta si me barabart, kishte pyetur rreth shkollës dhe interesave, kishte treguar me humor disa gjëra nga studimet e veta. Kishin qeshur, kishte qenë ajo qeshja e reje të rinjve, e lirë dhe pa llogari. Besa kishte qëndruar me njërin cep dhe kishte parë të gjithë këtë. Kishte parë dy botë duke u takuar jo me konflikt, por me kureshti dhe me mirëbesim. Kishte ndjerë diçka aq të madhe dhe aq të thjesht njëkohësisht. Kishte ndjerë se kishte arritur diçka, jo diçka materiale, por diçka shumë më të vërtetë. Kishte qëndruar e veten ndaj gjithçkaje dhe bota lëvizte para saj. Endri e kishte parë nga largësia, me atë vështrimin e dashurisë, me atë buzëqeshjen e ngushtë të dikujt që di se gjithçka ka shkuar si duhej. Kishte ardhur pranë saj dhe kishte thënë me zë të ulët: "Si ndihesh?" Besa kishte parë dy familjet, kishte dëgjuar zërat dhe qeshjet, pastaj kishte thënë me atë qetësinë e saj: "Ndihem e plot." Por historia nuk mbaroi atje. Kishte akoma diçka që Artan Dervishi kishte mbajtur për veten, diçka që nuk e kishte treguar asnjë, ende dhe që kur e zbuloi, ndryshoi gjithçka, jo vetëm emocionalisht, por edhe materiale. Kishte qenë javë pas takimit të familjeve, kur Artan kishte thirrur Endrin vetëm, jo me tonin e babait të shqetësuar, por me tonin e njeriut biznesmen me vendim të pjekur. U ula bashkë me avokatin dhe bëra ndryshim. Kishte pritur. Kompania, e gjitha kompania, do të ndahet ndryshe, jo vetëm tek ti. Dua të krijojmë fond investimi për bursë, për fëmijë nga familje me pak mundësi, me emrin e familjes Dervishi. Kishte heshtur. Por me idenë e Besës, ajo vajzë që ka ardhur vetëm dhe ka bërë gjithçka veten, ka treguar diçka. Njerëzit me karakter duhet të kenë mundësi, jo dhurat, mundësi. Endri kishte mbetur pa fjalë. Dhe gjë tjetër, kishte vazhduar Artan, kur Besa të mbaroj studimet, nëse dëshiron, ka vend në kompani, jo si favor, si talent. Kam parë mendjen e asaj vajze dhe nuk dua ta humbas kompania. Kjo kishte qenë ky vendimi dyfisht, personal dhe profesional njëkohësisht, vendimi i madh i Artanit. Jo vetëm pranimi i Besës si nuse e mundshme e birit, por transformimi i tij i plot, nga njeriu që kishte harruar nga kishte ardhur, tek njeriu që e bën harrimin të pamundur për të tjerët. Kur Endri ja kishte treguar Besës, ajo kishte qëndruar e qetë për kohë të gjatë, pastaj kishte thënë: "Ai njeri ka kaluar luftë të madhe brenda." "Po," kishte thënë Endri. "Dhe ka dalë si njeri më i mirë." "Po." Besa kishte parë jashtë dritares. Kjo është gjëja e rrallë. Njerëzit rrallë ndryshojnë vërtet. Rrallë shohin gabimin dhe e ndreqin. Kishte kthyer syt tek Endri. "Familja jote është e jashtëzakonshme. Jo sepse janë të pasur, por sepse kanë zemër,"